Miq të Top Channel, mirëdita, mirë se vini në Shqipëria Live. Do të jemi së bashku në 2 orët në vim, ku do të flasim për disa ngjarje politike dhe jo vetëm. Fatkeqësisht do të flasim edhe për ngjarje krimi. Mbrëmjen e djeshme në Elbasan është vrarë një biznesmen, 7 persona janë shoqëruar, ndërsa automjeti që kreu aktin u largua drejt Librazhdit e këtë mëngjes është gjetur i djegur. Për këtë do të flasim në vim. Fillimisht do ndalemi tek një zhvillim shumë i komentuar e javës së lëm pas. Ervin Saliani, Ilir Ali Mehmeti dhe jo vetëm disa eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike, shumë të votuar në zgjedhjet e kaluara, janë mbledhur për të diskutuar se për çfarë. Aludimet kanë qenë të shumta, kjo për shkak se është zhvilluar një takim në një ambient kafeje dhe nuk ka pasur një deklaratë për media që të sqarohet se për çfarë është folur. Vet Berisha ka dashur ta sfumojë, duke thënë nuk mund të komentoj një kafe të pirë mes demokratëve. Por a ka qenë vërtet një e tillë, apo me të vërtet po formohet një frym dhe grupim që kërkon ndryshime në Partinë Demokratike? Për këtë do të flasim në vim. Denada Kola është me mua në një lidhje direkte. Denada, mirëdita, faleminderit për kohën. Përshëndetje, Siderina. Aulon Kalaja është në studios bashku me mua, pjesa asaj kafes së famshme. Aulon, faleminderit. Agim Baçi, gazetar, faleminderit për kohën. Do të kemi, kam edhe Dash Sulën në këtë lidhje direkte. Zoti Sula, faleminderit shumë për kohën, ju përshëndes. Përshëndetje gjithëve. Perfekt. Okej, mirë, do të kemi dhe personat të tjerë që na bashkohen në vim, por fillimisht do doja Denada të më japësh një arsyetim të ftohtë, duke mos qenë pale askujt, për të më dhënë mendimin tënd personal. Ishte thjesht një kafe, siç thot Berisha, apo ka pasur diçka më shumë në të? Ku ka qenë deklarimi në fakt i eksponentëve më të lartë të Partisë Demokratike kur janë hyrë, por në fakt do thoja që vetë ata që kanë qenë pjesë e kafes e kanë mohuar që është thjesht një kafe. Unë mendoj që edhe nëse është një kafe organizative, por edhe nëse është diçka më shumë, është pozitive, sepse Partia Demokratike në momentin që ndodhet duhet të ketë lëvizje të cilat do ta përmirësojnë dhe do ta bëjnë gati për zgjedhjet e ardhshme që do të mbahen vetëm pas një viti. Në gjykimin tënd, kush i drejton këto takime? Pse pikërisht njerëz shumë të votuar në zgjedhje? Pse pikërisht këta emra pjesë dhe a ishte tendencioze zgjedhja e kësaj mbledhjeje në një kafene? Tani, ata janë njerëz të cilët janë faktor të Partisë Demokratike. Ervin Saliani ka qenë një nga njerëzit më, po themi, që ka qenë aktiv në këtë parti, për shkak të përballjes me drejtësisë. Ai humbit mundësinë për të qenë deputet dhe për të pas zërin e tij në parlament apo në kauza të tjera. Ilir Ali Mehmeti po ashtu ka qenë një personazh i cili ishte një nga njerëzit më të votuar të Partisë Demokratike, nuk e fut për shkak të kodit që ne dim elektoral që me disa pak vota po themi pati këtë problematik. Aulon Kalaja që është po në studio ka qenë një njerëz i cili ka bërë një fushat shumë të mirë në Durrës. Dhe janë emra të cilat i japin pikë pozitive Partisë Demokratike. Nuk besoj që është tendencioze në kuptimin për të krijuar fragmentarizime, sepse Partia Demokratike e ka parë se çfarë ndodh në një luftë e brendshme, por që të ketë një lidhje të cilat do të tregojnë edhe ata forcën e tyre, dhe ata zërin e tyre, dhe do të fusin edhe të tjerë komponentë që të jenë në këtë, po themi, energjizim të partisë, do jetë mirë dhe për partinë dhe për këta individ të cilët duan të mbajnë faktorizimin për gjatë këtyre 4 viteve që do jenë në opozit, por edhe për vetë Partinë Demokratike që mos ta zënë Denada, po kjo është në letër dhe kjo është të jesh fair me të gjitha palët dhe ta përshkruash në mënyrë korrekte. Jo, e mendoj vërtet politikisht. Po tani, kush është gazetar dhe unë e di që ti e di shumë mirë, në Partinë Demokratike ka grupime, nuk është se nuk ekzistojnë. Siç ekziston dhe në Partinë Socialiste, padyshim. Pra, ka një grupim Gazmend Bardhi, ka një grupim shumë të afërt të Berishës. Por fragmentarizimi është diçka tjetër. Patjetër, ka një grupim Belim Kolliçi, grupime ka edhe brenda një stafi pune. Kjo është normale. Ky grupim këtë kafe e bëri normale, apo ka diçka dhe një plan për të ardhmen? Kjo është ideja. Tani, nëse më pyet a do jetë në ndonjëri prej tyre kandidat përballë Berishës, unë për shembull e dyshoj. Por, apo e shtrojnë këta personazhe, emrin e tyre, për shkak se, për shembull, struktura e Partisë Demokratike mund të ketë ndryshime. Mund të ketë ndryshime në nënkryetar, mund të ketë ndryshime në sekretar të grupit, edhe pse jo dhe këta individ të jenë pjesë. Do ju sjell një shembull shumë konkret.
Kur filloi foltorja, unë komunikova me disa zyrtarë të Partisë Demokratike për të ditur se çfarë ndodh me këtë organizim. Si do nga një pjesë e tyre, nuk është se kishin më shumë dijeni se sa unë, që isha gazetare, për një organizim të tillë, të cilët duhet të jenë të mirë informuar, pjesa më e mirë e partisë, le të themi. Kështu që unë mendoj që kafja do dojë që të dëgjoj më tepër zërat atyre që janë lënë në heshtje këto kohë. Qartë. Interesante, nga një gazetare, edhe Flavio Qari na është bashkuar në studio, faleminderit Flavio. Faleminderit. Nga një gazetare tek një gazetar tjetër, jo Flavio në këtë rast, zoti Baçi, pastaj do të shkojmë tek Flavio. Edhe për ju është thjesht një takim normal? Ne kemi një person që ka marrë pjesë dhe e di pra, po dua që ai na dëgjoj teoritë tona që të frymëzohet për të thënë të vërtetën e tij. Auloni në këtë rast, po. Për mua është një takim, më thënë, të paktën me njerëz të cilët kanë bërë aksione. Duam me Ervin Calinjani ka bërë aksione politike. Auloni kemi këtu ka bërë aksione politike, ka bërë betejë, domethënë për atë që Partia Demokratike për shembull është munduar ta faktojë me letra, Auloni po e bën me rrugë juridike duke nënkuptuar se çfarë ka ndodhur realisht. Nëse është shqetësimi i vërtetë i opozitës, Auloni po e bën konkretisht edhe në rrugë gjyqësore, ku ka hapur tashmë çështje lidhur me korrupsionin zgjedhor. Pra ne kemi të rëndësishme t'i gjejmë këto zgjidhje dhe nëse ka njerëz të shqetësuar dhe që janë ata të votuar, cilët kanë përgjegjësi, madje unë nuk do doja të ishe thjesht kafe. Kishin gjetur zgjidhje që thonin që kemi këto propozime. Pse për shembull mund të jetë normale dhe pse jam kundër gjithë atyre të cilët i sulmuan duke etiketuar që kjo bëhet në një kohë ku intereson mazhorancës, kjo bëhet në një kohë, por nuk ka kohë më të rëndësishme se sa direkt pas zgjedhjeve që opozita tulet me këmbë në tokë dhe të bëjë, të thotë gjitha të vërteta siç i ka thënë për manipulimin e zgjedhjeve, të thotë ato që ka bërë kundërshtari në mënyrë jo ligjore, por të thotë dhe vetë në vetë se çfarë ka bërë. Dhe këta janë njerëz cilët janë shqetësuar sepse edhe janë votuar dhe janë përballur dhe kur mungon një mbledhje e Këshillit Kombëtar që nga 11 maj që janë bërë zgjedhjet deri më sot, kur nuk ka patur debat lidhur me kandidaturat e zgjedhjeve të pjesshme. Tregon ecje të ngadaltë. Ka patur do të thotë një heshtje, mirë po, njerëzit e opozitës, cilët unë i besoj sepse kanë qëndruar, vërtet kanë qëndruar. Do të thënë, janë njerëz që vazhdojnë betejën e tyre në një vend ku ti je kundërshtar politik është shumë e vështirë. Dhe vazhdojnë dhe ata kanë të drejtën e madhe të kërkojnë nga kjo parti politike që të bëjë ndryshime në favor të zgjedhjes një zgjedhje që të kthehet instrument në duart e qytetarëve për të fituar zgjedhjet. Çfarë ka këtu të keqe nëse mblidhen këta njerëz dhe duan të energjizojnë ndryshimet? Për mua, nëse është parti politike, është gjëja më normale në botë të ndryshohet dhe kryetari i tij dikush tjetër të japë tërheqje. Vetëm nëse nuk pranojmë që Partia Demokratike nuk është parti politike, po është partia e Sali Berishës, atëherë e kanë kot, domethënë se nuk kemi të bëjmë më me lëvizje që i vlejnë ndryshimit. Nëse është parti politike, duhet që strukturat të ishin mbledhur, nuk ka nevojë me 6 muaj, pse do presësh raportin e SBA-ut? Jo, qartë. Për çfarë do të presësh raportin e SBA-ut kur i ke thënë gjitha dhe ai do vinë si faktim? Për çfarë i blen atij të demokratit në Ersek apo në Kolonjë apo në Malësi të Madhe apo në Shijak apo ku duhet ti që ti lexosh raportin e SBA-ut, sa i e din terren. Flavio, lutem në telefon. Ndjes. Unë mendoj që është një takim, duhet të jetë edhe më zyrtar, duhet të kemë propozime më konkrete, duhet të shtrojnë raportit, domethënë Shiko, unë kam me idenë e emrave që kanë qenë pjesë e kafes dhe emrat nuk mendoj që po linë një. Nuk e kam parë, i kam parë si të shqetësuar për mungesën e reagimit që kanë pasur institucionet e partisë lidhur me zgjedhjet e 11 majit. Jo për të krijuar një deg tjetër, po them. Nuk i shoh ashtu. Nuk e kam parë, të paktën nuk e kam parë dhe i kam ndjekur dhe qëndrimet, i kam ndjekur dhe debatet, i kam ndjekur dhe mënyrën si e kanë shpjeguar tryezën dhe mendoj që janë njerëz politik që kanë prodhuar politik për Partinë Demokratike. Jepi kohë për të shkuar tek ajo. Shiko. S'mund të dalë direkt flamuri, ne do sjellim. Jo, unë mendoj që gjëja më e ndershme është të luftosh brenda forcës tënde politike, të thuash të vërtetat aty, domethënë, dhe kur mungon mbledhja e institucioneve të gjesh një mënyrë për të thënë. Ka luftë brenda vetes. Po shive po ta shohësh. Jo, po ta shohësh. Gjëja e parë direkt, edhe vetë Berisha tha që kemi filluar analizat, po pse do të priste 6 muaj që të mblidhesh dikush tjetër që të kishte një zë të fortë, domethënë pse nuk reagon? Që të thuash ti tani po bëj analizat dhe çfarë do të thotë analizat dhe se do të shkosh me një platformë, çfarë kërkon ti të ndryshosh? Qartë. Flavio.
Ky duhet spekulimi më i shkurtër në historinë e spekulimeve, nëse... Do ta fikë shpejt Berisha, thua? Jo, nëse kemi një protagonist të tryezës dhe ne spekulojmë për tryezën dhe presim versionin zyrtar të asaj, do jetë spekulimi më i shkurtër i gjitha kohërave. Sidoqoftë, ka disa gjëra që mua më duken shumë simpatike. Falë, Vlavli, sa do të vërtet është thot Aulonin e prapë, do të vazhdojmë të komentojmë. Po pse do ngjelim pa punë? Po prapë. Për të shakave. Ka disa aspekte që më duken shumë simpatike dhe disa tjera që më duken jo dhe aq. Edhe madje më shqetësojnë. E para njerë është imperative dhe domosdoshme që Partia Demokratike të ketë një shikim të brendshëm ndaj vetes dhe strukturave të veta. Dhe sigurisht një analizë përtej elektorale të një performance të përdiqëmërisë. Dhe nuk besoj që ka ndokënd në këtë vend, sigurisht të interesuar për çështjet e opozitës, që nuk do donte të kishte rifreskime në asnjë nivel. Dhe disa nga këto rifreskime duhen, besoj unë, bërë domosdoshmërisht edhe me mbajtje përgjegjësie nga titullarët aktual dhe ata që do të zëvendësohen. Megjithatë, pavarësisht se profesori u mundua t'i mbulonte dhe t'i diqte disa argumente, unë e kam të pamundur në këtë moment mos ta konsideroj këtë një jo të qëllimshme, nuk po e paragjykoj, po a është kjo një ndihmë për kryeministrin në këtë moment që ai është bunkerizuar në kryeministri bashkë me numrin 2 të vet, e konsideroj të pashmangshme këtë leverdit atij. Nuk po them që e kanë bërë me qëllim, domethënë ta themi, Saliani është protagonisti i manovrës dhe qoftë edhe nëse ai synon të ketë freskinë parti, qoftë edhe sikur të synoj të arrijë ai një pozicion nga numri 2 te numri 1, se këto nuk besoj se Saliani po luan për numrin 14. Një nga këto dyja po e bën manovrën. Pra, cila do qoftë nga këto është në të drejtën e tij ta bëjë këtë manovrë. Spektakulariteti dhe sensacionaliteti i krijuar me atë kafe pashmangshmërisht më bën të jem dyshues. Jo domosdoshmërisht për keq, por e konsideroj një aksident naiv. Ai oksigjen kaq i nevojshëm, veçanërisht në këto momente që jemi në sekondat e fundit ku pritet një ndarje e madhe në shoqërinë shqiptare në raport me atë që do ndodhi me Belinda Ballukun dhe vendimin e kushtetueses për të. Sepse mos harrojmë, ajo që po ndodh me Belinda Ballukun, që është kur e fjalë besoj jo vetëm Shqipëri, po e tekalon kufirin e vendit ton, është një gjë e padëgjuar në historinë e politikës shqiptare dhe është e padëgjuar edhe në historinë e vjedhjes në Shqipëri. Po pse lidhti me këtë? Po pse sfumon kjo, ky takimi këtë? Ja, pra këtë po përpiqet të thotë. Atë po përpiqem këtë. Sigurisht që sfumon, sepse e gjithë përpjekja e manovrës dhe e atyre kapaciteteve që ka opozita, sado të mira apo të këqija, qofshin ato, po ato që janë, se lufta bëhet me mjetet që ke, jo me mjetet që do doja të kishe. Edhe unë do doja që Partia Demokratike të kishte bombën atomike në xhep, të kishte edhe veshin e Donald Trumpit dhe ta zgjidhin këtë problem për 24 orë. Nuk e kanë. Megjithatë, shoqëria jonë ndodhet para këtij problemi. Ndodhet para faktit që e kemi të pranuar tani më, si nga drejtësia, si nga politika, si nga mazhoranca, që zonja që ne kemi numër 2, për llogaritë të numrit 1 të vendit ton, kanë vjedhur në mënyrë, po citoj Andi Bushatin këtu, haldupe. Sa po shpjegova gjithë nisja që sa po bëra. Pra ish vëmendjen nga kjo gjëja? Po sigurisht, sepse e gjithë ky grupi, unë do doja, me që jemi ke spekulimet. Asnjë nuk kam parë të ketë pengesë për avancimin e secilit prej këtyre dhe unë do doja që këta ta sfidonin Berishën. Qartë. Ta sfidonin në të njëjtën mënyrë siç agron shija iku atë natë në kryeministri ku ishte mbyllur Belinda Balluku aty. Në këtë formë. Ai ka ikë sekretar partie, po tiknin to sfidonin për dënë ndryshe, domethënë duke nxjerrë jashtë loje Partinë Demokratike. Duke thënë që lloj sfidës që unë do doja të shifja. Lloj sfidës Sula po. Lloj sfidës që unë do një sekond pra, lloj sfidës që unë do doja të shifja. Ishte që këta njerëz, cili do prej tyre, po veçanërisht Saliani, që është ai që ka iniciuar manovrën, e ka shumë të lehtë dhe do prodhonte shumë aksion dhe kapital politik si për vete, si për opozitën, nëse do të ndërmerte veprime politike që sigurisht i leverdisin opozitës.
Po një gjë e tillë, çfarë leverdije ka sjell opozitës kur ne po harxojmë gjithë kohën tonë për diskutu, a janë të kënaqur disa njerëz në PD me pozicionet me kryetarin e nën grup seksionit të njësia shtatë. Kështu si thot Flavio, a është vetëm çështje ti je numri 2, numri 1, të zë një vend në parti të rëndësishëm etj me radhë, apo kishte ndonjë gjë më thelbësore në takim? Një pyetje kjo dhe pasi ti përgjigjesh kësaj, të lutem më shpjego si u bë përzgjedhja e njerëzve që ishin pjesë asaj kafeje. Shiko, tani du të bëj një sqarim që në kryet herës, që unë nuk kam shku në tavolinë as me kriju parti të re politike, as me kriju lëvizje të re politike dhe as me kriju fraksion. Sepse bindjet e mia në atë tryezë që ishin aty janë shumë ndryshe nga disa aktorë tjerë, sepse unë jam mundu gjithmonë që Partinë Demokratike ta kthej më djathtas për me shku drejt konservatorizmit. Shumica e atyre që ne ishim në tryezë nuk e kanë këtë lloj bindje dhe unë ulem tavolinë kur ka disa parime. Dhe nëse kjo është një lëvizje që të iki dikush edhe të vi dikush tjetër apo të gjejmë në një vend pune dikujt, unë absolutisht që distancohem. Kam shku në këtë takim, besoj unë, se tani kjo u bastardizu, do më thënë kafe, jo po këshu, jo po merr me çështjen e formës. Unë gjykoj që duhet merr me çështjen e përmbajtjes. A ishte ky një takim... Kështu e ka konsideruar zoti Gazmet Bardhi dhe Berisha? Unë nuk jam dakord me epitetet. Qose numri 1 dhe 2 i partisë quajnë kafe, më fal për termin mua pastaj. Fal për tani, unë nuk jam dakord me epitetet se ne duhet merrem me përmbajtjen, jo me formën. Të dy kanë thënë s'flasin për një kafe. Shiko, unë gjykoj që ringritja e Partisë Demokratike është imperativ i kohës. Unë këtë gjë nuk e kam thënë te ky takimi, unë e kam thënë gjithmonë. Se nuk bën një mbledhje në një zyrë? Po nuk ka rëndësi kjo, pra, po s'ka rëndësi kjo, besoj unë. Për mu nuk merr me këtë çështje. Do të thënë, a do mlidhemi në zyrë, a do mlidhemi diku tjetër. Është domethënë se vendi ku mlidhesh se, okej, përfundoj lutem. Mirë, okej, ky është menimi im, domethënë. Unë për shembull aty personalisht kam fol për tezën e kodit zgjedhor. Jam marrë me çështjen e kodit zgjedhor. Qa do bëhet me kodin zgjedhor, ku Partia Demokratike është ullë në tryezën e bisedimeve me Partinë Socialiste për me diskutu një kod të ri zgjedhor. Pa marrë mendimin e bazës, pa marrë mendimin e aktorëve që garun në zgjedhjen e 11 majit. Dhe ti po e diskuton me një njeri që nuk u bë deputet që është Ilir Ali Mehmeti dhe me një njeri që për 5 vite nuk merr dot poste zyrtare për shkak të dënimit që kaloi. Pra, nëse kjo është një shqetësim, nëse ky është një shqetësim thelbësor i yt, ti diskuton me njerëz që kanë një lloj vendimarrje në të, që mund të jetë, qofsha unë e gabuar, po përmend disa emra që janë... Po Bylyk Bashi i pare. Kush? Bylyk Bashi i pare. Bylyk Bashi. Okej, nuk flas me zotin Gazmet Bardhi, po e marr mirë që nuk po të drejtohem ty. Po ja them Bylyk Bashit. Pra, ka eksponentë të tjerë që e bëjnë këtë gjë, kjo është ideja. Unë kam fol... Pra paka shumë aulon duhet na kuptosh dhe ne, dhe këtë që komenton kur thotë që okej, kjo është bërë një kafe me njerëz që në fund të ditës nuk e morën atë që vërtet luftuan. Ti mund të kesh të drejtën tënde për çështjen e votës që po e ndjek në rrugë ligjore. Zoti Ilir Ali Mehmeti ka pak kënaqësinë e tij për mënyrën se si për pak vota shumë i votuar nuk ja doli dot të ishte deputet. Saliani ka problemin që u sakrifikua për partinë e tij dhe nuk po merr dot një post dhe një rol thelbësor në atë parti, pra u duk si një kafe e të paknaqurve. Ky është epiteti gjithkujt, se unë kam gjuhë lloj-lloj teorizme. Më thuaj ti pra, se për çfarë vërtet vlente. Unë du të sqaroj opinionin publik që unë nuk jam as Ervin Salianit, as i Sali Berishës. Unë jam Ylli Kalasjer, është baba im, dhe me ndikam kokë edhe gjithmonë marr pjesë në forume të ndryshme për ngritjen e Partisë Demokratike. Në 2021-shin, unë Auloni ka marr pjesë në diskutimet e Fatbardh Kadillit, atëherë mori iniciativa demokratike u quajt atëherë, kur humbi Partia Demokratike në 2021, ka marrë pjesë në atë forumun dhe kemi diskutu. Edhe tani, më ka marrë Ervin Saliani në telefon dhe më ka thonë që do takohemi me kandidat ndryshëm. Unë nuk e di se cili ishte metri kandidatëve, a janë më të votumit, a janë përfaqësues gjithë qarqeve tjere tjere. Po do vi patjetër, i thash në takim. Ka që ishte do bëjmë një mbledhje? Jo mbledhje. Do takohemi që secili nga ju të tregoj problematikat që keni pas në zgjedhjet që kemi lënë pas. Kjo do thotë që është spinuar takimi për te qëllimit të deklaruar. Shiko, unë them, edhe nesër marr pjesë në çdo takim tjetër që jo vetëm si u spinua mediatikisht. Nuk e di, pra nuk e hyj asaj. Unë kam dalë i pari që kam fol nga të gjithë kandidatët që kemi qenë pjesë e takimit, kam dalë dhe kam bajtur qëndrimin tim për me thonë që nuk jam pjesë e partije, as lëvizje, as fraksioni, sepse unë menimet e mia i kam thonë ku nuk kam frikë njeriu. Domethënë unë marr pjesë në rast se nesër do bëhet mbledhje nga një eksponent tjetër i Partisë Demokratike për ngritjen e partisë, po patjetër si mos shkoj. Çfarë diskutuan atë takim? Tani unë po të them, nuk është etike që unë them ç'a diskutuan kolegët e mi, unë do të them ç'a kam diskutuar. Unë kam pasur shqetësim si Dorela që besoj unë
që kodi ri zgjedhor që do bëjnë këta... Uljen me PS-n, ke shqetësim. Jo, uljen me PS-n. Nuk do ulësh një? Shiko, Bashkia Krujës, unë do marrë Bashkinë e Krujës ku unë kam qenë kandidat dhe u fitu mas 18 vitesh. Nuk kemi deputet. As nga Partia Socialiste, as nga Partia Demokratike. 100.000 banor nuk kanë deputet. Legislaturën e kalume ka pas 4 deputet. 2 PS-ja, 2 PD-ja. Dhe unë këtë shqetësim kisha. Dhe e dyta ishte çështja analizës. Unë, mendimin tim kam thënë këtë gjë. Çdo kandidat duhet marrë dhe të bëjë llogari te kutia vet se si ka dalë. Në politik nuk ecet me shprehjen asnjë profet nuk pranohet vendin e vet. Ne jemi për çdo kuti për me pa vetën tonë se ku kemi qenë. Kemi pas drejtues qarqesh që kanë humb listën e mbyllur, jo më listën e hapur. Ky është shqetësim shumë i madh. Po pra, po duhet me i diskutu. Mu kushdo që të më thrasin, në rast se do bëhet nesër mbledhja e Këshillit Kombëtar, do të shkoj t'i them këto mendime. Po Këshilli Kombëtar nuk është mbledh që nga marsi, mos e kam dëgjuar lloj teorish për atë kafen. Çfarë mendove kur dëgjove komentin që bëri zoti Gazmend Bardhi që u pyet live, në mos gaboj për këtë takim, dhe Berisha? Komendi Berishës ka qenë korrekt. Na ka vlerësuar neve si njerëz cilët kemi kontributën Partisë Demokratike. Sigurisht që unë jam në komunikim me lidershipin e Partisë Demokratike. Më kam thirrë këtë ditë, kemi diskutuar se si mund bëhet Partia Demokratike më e mirë. Kur mbaroi takimi, lat diçka për të ardhmen, një takim tjetër? Jo, nuk lam ne. Unë kam dali pari nga takimi, me thonë drejtë, nuk e di se çfarë vendos, se kisha intervistë juve në Top Channel, bilesimi taku dhe bashkë në ambientet e Top Channel për shpalljen time non grata. Por unë gjykoj që është imperativ i kohës 1, mbledhja e Këshillit Kombëtar, është domosdoshmëri. Në rast se kanë këta shqetësime për këto kafe, atakime etj. Mbledhet Këshilli Kombëtar. E dyta, të bëhet analiza e Partisë Demokratike, prandaj po e them. Të bëhet analiza e partisë politike. Më fal, vetëm një pyetje, kush e vendosi aulon kush do ishte prezant dhe kush jo? Pra ishte zoti Saljani që ju morin telefon, të gjithëve? Po pra, unë nuk e di metrin që është përdor, se në rast se do ishte për më të votuarit, aty nuk është se kanë qenë të gjithë më të votuarit. Domethënë qarqet caktuara. Ju ju mori askush në telefon? Ja ta dëgjoj pak dhe zotin Sula. Po. Lorela, me gjithë respektin të gjithë studios pa diskutim, tasim edhe qoftë zotin Bashkë, qoftë zotin Qarë, qoftë zotin Galaja, të cilët maksimalisht në fushën e tyre janë personalitete, nuk e çështje për t'i bërë qefin, por që respektoj sinqerisht për integritetin dhe për qasin dhe artikulimin e tyre. Por do blejoni që po flet një person i cili nuk shquhet për fjalë bukura, nuk shquhet për artikulime të caktuara filozofike, por shquhet për një kafshë politike terreni i cili ka demonstruar fitore të një pasnjëshe të forcës time Partisë Demokratike për nga viti 2005 deri në vitin 2021. Dhe duke njohur terren shumë mirë, madje po them plëm me plëm, dhe parashikimi që kam bërë dhe që më kanë dalur të gjithë parashikimet, qoftë në vitin 2017 në Luzim Bashkë, që do marrë të përfundosh me 4 mandate, dhe qoftë se Berishë dhe tyre tjeve që ka thënë 2025 të përfundosh me 4 mandate, për një 2 4 arsye të shka, po e them dhe për përsëris. Partia Demokratike ose drejtuesi Partisë Demokratike, lidershipi i Partisë Demokratike sot, ose nga këto 3 ditë që kanë për ky takim që ka qenë presidenti zoti Kalara, janë të shqetësuar më shumë për kafën e këtyre demokratëve me njëri tjetrin, për diskutimin e tyre, dhe nuk shqetësohen për kafën e mortit që kanë qenë nga 2013 që rrit tek dera e PD-s dhe i vepi pushtet që ngel se partia është përjashtojnë dhe të merret me njerëz, të cilët kanë mendim ndryshe. Pse? Motor. Ka një problem thelbësor sot për Partinë Demokratike dhe ndryshim thelbësor për Partinë Socialiste. Kush është? Kupola e Partisë Demokratike, drejtuesi i Partisë Demokratike, njerëzit e Tiranë janë shkëputur totalisht qysh mbas foltores, marrëdhëniet me strukturat e Partisë Demokratike. Një parti ekziston vetëm në saj të kapilarëve që ka ajo që janë strukturat, seksionet, grup seksionet dhe degat e Partisë Demokratike. Po këto janë përsëritje i kemi thënë, më qëndro tek pika kryesore e para. Jo. E di unë çfarë do e di se kemi diskutuar tjetër. Por ky është tepi. Po pritet të dalë pse do kjo punë. Po pse po ndodh kjo punë si do rrit? Pse po ndodh kjo punë tani? Kjo po ndodh sepse dhe drejtuesit që kanë një statu quo
brenda Partisë Demokratike e kanë të pamundur të shkojnë në bazë, të shkojnë tek struktura, të mbajnë mendimin e tyre, të shikojnë se si funksionojnë apo janë eficiente apo janë inexistente apo janë drejt shurjes. Kë quan strukturat Dhe i tani? pikërisht- Flasim me emrat, lutem. Flamur Nokën, Albana Vokshin, Gazmet Bardhi, kë quan struktura? Ku polën? Dëgjosh, unë nuk e kafshoj gjuhën. Ah. Se ka kafshuar sot, dje, që ka qenë Sali Berisha kryeminist, 2007 ka filluar për demokratizimin e Partisë Demokratike. Dhe ka dhënë prova. Po, pra. Qoftë për tjarët e Kërtecit, qoftë për lutem, për 21 prillit, për dyshimin kushtetuese që qysh nga 21 prillit 2008 ne nuk kemi fituar më si Parti Demokratike, sepse sigla dhe logo e Partisë Demokratike është më e dobët si sigla dhe si logo se Partia Socialiste është 70 vjeçare, sa i bie 80 vjeçare. Në një kohë që Partia Demokratike ka fituar sa figurave si Alon Galaja, si Ali Mehmeti, si Yuri Tabaku, si tjerë që mbledhin vota personale, dhe jo si sigët, si figurat sporta politike, që fitoni komunë dhe nuk fitoni do të bashkit si Tirana dhe bashkit tjera në dhaja, sepse organizimi një fortë politike si Partia Socialiste më fort. Tani, me dëgjoni me kujdes, Sali Berisha është njeriu sot për sot më i fort për 35 vite në Partinë Demokratike si njeriu që ka më shumë vota. Po, e dim. Pa diskutim. Dhe? Pa diskutim. A mjafton? Apo mjafton? Se zoti Sula e nise fjalën tënde duke thënë ka shqetësuar një kafe. Kë ka shqetësuar një kafe dhe pse? E pra, sepse ato që janë poshtë Sali Berishës, entourage i Sali Berishës, poshtë, që janë në nivelin, më falni për gjuhën, të mediokritetit maksimal, që të krahasosh Ridvan Bodë, marruar Sorpon, apo tjerë ka qenë Vili Menarolli, apo tjerë ka qenë sekretar të përgjithshëm, me Flamur Nokën, që s'ka marruar fakultetin në Shësi, ka marruar mbas 15 vitesh, e kupton që ku ka përfunduar Partia Demokratike, në një kohë që Partia Demokratike ka qenë partia e profesorëve, juristëve, ekonomistëve, arkitektëve, inxhinierëve, njerëz të figurave më të mira të shoqërisë shqiptare, dhe sot Partia Demokratike ka përfunduar gjithmonë figurë prezantuese ose ato. Qartë, se ke pasur edhe shkëputjet. Po them një partie, kjo ka përfunduar Partia Demokratike. Dhe ky është problemi. Ato tani në Sali Berishën kanë frikën e ofiqeve të veta sepse duke qenë të dështuar, s'ka fituar asnjëherë, nuk i pëlqen asgjë dhe kanë frikë të gjë dhe tremën nga çdo lëvizje brenda çdo të ndryshe. Me këtë kafen, shumë e qartë. Jeni në linjën e edhe pak të Berishës. Jo vetëm aq, dëgjoj, ka një aspekt interesant kjo historia dhe pse është pjesa që spinimi mediatik ishte goxha i shëmtuar. Të gjithë individët. Tani, më fal, ta bëjmë dialog se dua të them diçka para dhe pastaj do të lë ta përfundosh deri në fund. Kush është pjesë e medias dhe unë dyshoj shumë që ti mos e dish dhe mos e kesh si informacion, kishim pak a shumë një nuhatje që një takim i tillë do ndodhte. Ishte lajmëruar. E pra. Prej muajsh. Që ke kafet e kombinatit, e lëm këtë. Shtu që? Janë të larë këta ato. E lëm këtë. Po që atëherë thua ka nisur. Pa tjetër pra. Kjo është pjesa që do të thotë nuk është që nuk më pëlqen. Sigurisht pra. Tani, megjithatë, se do të jemi shumë korrekt, ka pasur një takim të tillë, kur ishte momenti akoma më i egër i përçarjes, i ka mbledh Xhelal Mziu gjithë palët e grupit parlamentar, kur grupi parlamentar ishte shumë më i përçarë. Xhelal Mziu nuk është Ervin Saliani. Jo, jo, në Xhelali thjesht u bë se bëb me çuke Recep Puka atje, domethënë kjo është takim tjetër, s'ka lidhje fare, ishte momenti kur nuk thashë Xhelali Berisha po bënte grupin parlamentar. Nuk thashë Xhelali bëri nuk bëri lëvizje Xhelali. Bëri manovër. Asta nuk bën lëvizje. Tani, një sekond. Nëse i dëgjojmë të gjithë qasjen e protagonistëve të kafes, edhe në sinqeritet, po edhe në strategji, asnjëri nga këta nuk ka asnjë ndasi, as ideologjike, as politike me Partinë Demokratike. Pra nuk kemi të bëjmë me lëvizjen e demokratëve të inatosur. Më kupton? Kjo e ç'bën pak a shumë përpjekjen e madhe. Pse u shqetësuan njerëzit domethënë që u mblodhën? Vetëm merë u shqetësuar, kush u shqetësuar? Jo, edhe ti në statusin tënd ishe kundër që ishin mbledhur. Dhe kam parë dhe i tuftë. Çfarë thoshte statusi? Jo kam bërë kafe, pse do të Jo, ta lexoj fjalë për fjalë më zotëri. Pse nuk mbledhen strukturat? Jo, ta lexoj fjalë për fjalë. Se më që më the që jam shqetësuar, shqyr zotit. Shqetësim e ke atë. Po me doza ironie e thua shqetësim Flavio gjithmonë. Po jo, s'kam as doza ironie. Saliani, një sekondë, një fjali është. Saliani apo kushdo tjetër janë në të drejtën e vet të bëjnë një manovër, qoftë për të tentuar drejtimin e partisë, qoftë për... Kjo është ironia, Bile, janë në drejtën e vet. Domethënë pra, kanë drejt mbledhjen, po nuk do arrijnë. Shiko tani.
Jo, është faktike kjo, po jo më avokati Berishës si thotë zhigolo këtyre që janë mbledhur domethënë në këtë pikë. E kupton çfarë po thënë? Njerëz të afërt Berishës. Kupton çfarë po Ka shrasim tjetër se dëgjove edhe Darsulën. Po shumë njerëz tjerë. Ta mbaroj vetëm argumentin. Në mënyrë të llafashme, nuk janë sulmuar në mënyrë të llafashme. Nuk janë sulmuar për mënyrë. Unë kam lexuar shumë nga koha e komunizmit, janë fikse ato byros kur godasin armiqtë e Ajo që mua më duket jo serioze është fakti që ne si komunitet mediatik, por edhe keqpërdorimi I protagonistëve të kafes, shpenzojmë kaq shumë energji për një diskutim që e distiloj ose ka bërë PD-ja më Flavio se ka bërë PD-ja. Protagonistësh dhe do të ndërpresat në vijon nëse ja donit të dëgjoni apo donit të them atë që doni ju të dëgjoni. Do të dëgjoj. Jo, do të debat. Po e bëjmë pra debatin. Nëse unë arrit ta them një koncept do ishte mrekulli. Ne po shpenzojmë gjithë kohën tonë për një diskutim strukture. Doli Darsula, asnjë qëndrim ideologjik problematik dhe përplasës nuk ishte, vetëm pse është Mulnoka aty. Pa Mulnokën, atë ka ideologjia. Jo, Flavio, ta japur argumentet Flavio. Të ta japun fjalën Gimi. Flavio, ta japur argumentet ty, edhe ideologjik që ta dush ti. Po suforcu partia, po nuk që funksionale strukturët e partisë, partia vetëm humbë, sfiton, nuk kjo më shqetëson. Pra, që në ditët të paqes, sepse jo, Flavio, gjithë bëjnë dialog, vetëm unë s'kam drejt dialogu. Dashi, një pyetje. Po një pyetje, ma lejo një pyetje, të lutem. Ashtu. Nëse vëm kryetar partije, ose sekretar përgjithshëm, këdo tjetër përveç Mulnokës, Saljanin. Bim dakord? Jo, Aulon. Aulon Kalan. Nëse Aulon Kalaja është nesër në mëngjes kryetari Partisë Demokratike, ose me 8 dhjetor, jo me 2, zgjedhjet janë problematike apo nuk janë problematike? Sueli me shok ndërhyn në zgjedhje apo nuk ndërhyn në zgjedhje? Belinda I bën 12 mandate apo si bën? Jo si bën. Përndedhur të lutem, po, jepi. Nuk ndryshon asgjë nëse ndryshon Sali Berishën pia Aulon Kalan. Në ç'kuptim? Nëse nuk bëhet rikompozimi. S'është. Prit. Po ma gjo ma betën e po ma gjo. Po ma gjo arsyetimin e burit. Patjetër. Ne do duhet të ndërtojmë një makineri partijake e cila funksionon nga bazat deri në qendër, që do të thotë çdo rrugë, çdo lagje, çdo katun, çdo shtëpi, çdo qytet, çdo bashki do duhet të ketë. Mos kemi burokraci lart. Po gjomër miku, po gjomër burit që ju shqetësoni vetëm për një moment vëllai. Do të rrit Sali Berisha për punon. Po jo, unë shqetësova për këtë punë. S'më kuptove. S'më dëgjova. Po mirë, ta mbaroj. Mbaroj shkurt. Po Framunoka të më vegon. Shkuptim, sepse lista e Partisë Demokratike është një listë jo normale, anominale, që do të thotë që nuk funksionon, ka 100.000 antarë, faktikisht janë 25.000-30.000, dhe ato 100.000 zgjidhen njerëz që do votojnë se do zgjidhen poshtë, sepse sot strukturat poshtë nuk ka njerëz Partisë Demokratike, ka vetëm foltorë. Gjithë shqetësimi I zotit Sula, që mos ta zgjasim te kjo pjesa e kësaj, është hartimi I listave që ngelet në dorë të 2-3 personave, siç është zoti Flamur Noka, zonja Albana Dokçi dhe nuk është. Po kaq, zgjidhen njerëz që do zgjidhen ta lart më poshtë. Çfarë do të thoje se të ndërpreva të diskutimin që kisha? Unë besoj, në faktën unë që jam marrë që nga dhjetori 90 në PD dhe jam I bindur që PD-ja nuk është Sali Berisha, është më e madhe se Sali Berisha. Nëse ne mendojmë që Sali Berisha është PD-ja, kemi gabuar. Jo, një sekond. Ja po them që mohohet ky debat. E para, e dyta, a ka një shqetësim sot në Partinë Demokratike, për shembull që kemi një qeveri kaq të korruptuar, që po I bi zëvendës kryeministit I dytë me gjithë këto akuza, me kaq njerëz, domethënë që po të bëjmë humor, ka më shumë rama njerëz. Mendoj që është pak e egzageruar pyetja për Flavio në këtë moment, kur ai tha. Ai ishte shumë qartë, po ai tha, po te iki Berisha, po bëj opinion. Auloni, a do vazhdojnë të vinë zgjedhjet? Do të bëj opinion. Se na thonin që po se po e heq. Do të bëj një opinion. Një sekond, do të bëj një opinion se nuk ne jemi gazetar të dy, s'mund ta pyesim. Dakor, me if gjithkohon, me nëse po. Nëse mund bëjmë si Rama që analizon vetë. Jo, ka një gjë shumë thjeshtë. Vetë një podcast. Ka një pyetje që duhet bërë. Si është e mundur që përballë një qeverie, se s'ke që bën nëse të ishte qeveri shumë e mirë, do thoya si ta harrozojmë. Po një qeveri që ka kaq shumë skandale. Dhe njerëzit nuk ngrihen për të mbështetur opozitën. Që mund mos ta harrozosh fare. Fryma. Domethënë se as në 2011 nuk ra Berisha me gjithë ato protestat dhe me ato që ndodhi. Protestat tregojnë që njerëzit janë, domethënë, gati të protestojnë, të mbështesin, të vinë me ty. Dhe ndodh
siç po thoshte një kolegu im, që ka qeveria më shumë njerëz në burg se sa që kishte PD-ja në shesh për të protestuar përpara kryeministrisë. Iliaza, Erdis Iliaza, po. Iliaza e tha në takim që ka më shumë kështu, domethënë dhe do të thotë ka më shumë durrës nuk ke një qeveri që ka kaq shumë të korruptuar, kaq shumë të akuzuar, që nuk e përmban më, domethënë asnjë. Ku ke një kryeminist që po mundohet të gjejë taktika, nuk thot për korrupsionin e zëvendësve vet, po do ta mbrojë edhe në mënyrë procedurale. Dhe ç'është e vërteta, personat e asaj kafeje kanë treguar se të mos thotimi që kanë mbështetje nga njerëzit sepse janë të shumë votuar si vot preferenciale, po ashtu dhe fituese. A do të qetësohen nga njerëz pse nuk ka një frym sot, domethënë pse nuk mbështetet Partia Demokratike? Pse si ka mundësi që në thërret në protesta dështoj mosbindjen civile? Ora vetëm Sali Berisha shqetësohet jam dakord me ty. Nuk mund të jetë më vetëm Sali Berisha që shqetësohet për këtë vend. Ta bëjmë një ushtrim. Ka PD-ja shumë njerëz. Ta bëjmë një ushtrim logjik. Këta njerëz të shumë votuar, qoftë Auloni, qoftë Saliani, qoftë kushdo tjetër më. Shkurt Flavio, të lutem. A kanë një pengesë këta sot? Po, për të bërë. Se shmbet këshilli kombëtar. Një sekond. Se në strukturë, si ka thirr njëri. Tani filloi të rresë. Kisha atë zonjën që përjashtoi zoti Noka të premte në studio, Anilën edhe tha, tani u kujtuan tha po bëjnë mbledhje për zgjedhjet e 11 majit që ju sa jemi në dhjetor. Arsyetimin se po bien prapë të njëjti, po merremi me një çështje të brendshme pa arritur të diskutojmë parimin. Kemi e para një nuk mendoj se korrupsioni është problemi numër 1 i qeverisë. Rama ka ca gjunafe tjera shumë të mëdha dhe më të egra për ushtrimin e kontrollit mbi popullsinë tonë dhe mbi vendin. E dyta, të rëndë dhe çështje kombëtare që nuk duhet na shqetëson gjithëve. Ne po flasim për një flet drejtësie. Tani, në këtë moment, unë do doja, dhe a nuk do ishte më mirë për gjithë ne, qoftë edhe për karrierën individuale të secilit prej anëtarëve të rinj PD-s, qoftë për ambicjet e tyre në të ardhmen, a nuk do ishte po aq interesante dhe simpatike sa këtë lëvizje kundër Ramës ta bënin qoftë edhe të fragmentarizuar me ato mbështetës që kanë vetët? Si ta bëjnë? Mund ta bëjnë mena për Partisë Demokratike. Po, lëvizjen ta bëjnë jashtë. Aksionin ta bëjnë brenda. Demokratike, i çuan sinjal Partisë Demokratike, lëviz, mblidh instrukturat, mblidh Këshillin Kombëtar, mblidh këto institucione se nuk po i mbledh. Po flas për aksionin politik, jo për kryetarin e grup seksionit të bukur. Po flas për aksionin politik. Ne kemi personazhe për kryetarin e grup seksionit. Shikoj se çfarë nga këto unë me thënë drejtë. Këtë të pyes jam kurioze, cila është çmenduria më e madhe që ke lexuar këto ditë? Ku diun po nimoj Edi Ramën unë, e kuptoti? Domethënë unë. Ata dhe Flavio çik në stil një. Jo, nuk besoj se Flavio ka me mua atë, besoj se ka me dikë tjetër, se unë për mua flet rezultati, domethënë kam dalë njeriu më i votuar në Bashkinë e Kryes si nga PS-ja, si nga PD-ja. Unë Ramën e kam përballë edhe bandat e Edi Ramës. Pra të ka bezdisur që thonë keni ndihmuar Ramën. Jo tani. Po gjatë gjithë jetës time, kjo është historia ime. Me Rion Belin jam gjyq. Pra, me Belinda Ballukun besoj se unë kam dalë dhe kam denoncu hap pas hapi çdo ditë në televizion skandalet dhe kam folë dhe për strategjinë çaj do i ndodh Belinda Ballukut. Jepi Aulon, tjetër çka. Jo jepi, po që të sqarohemi pak domethënë, që të ndihmoj unë Edi Ramën se tani ky muhabeti është çau i ke dhënë gomarit. Pse del tani se tani do arrestohet Belinda Balluku? Pse flet në shkurt se do arrestohet Arion Veliaj? Pse flet në janar se do arrestohet ky Bledi Çuçi? Ora këtu ka arrestime për ditë, seriozisht e keti se do flasim tani ne, unë flas kur do unë jam njeri i lirë i Republikës, e kupton? Flas kur do unë. Domethënë nuk funksionon kështu kjo. Dhe kur të bëhemi tabelë qitje, shiko, veriorët kanë një shprehje shumë interesante, thotë nuk prehet lisi me një tërame. Domethënë del ti tani në një moment thuj gjë ndryshe. Shikoj, lufta i ideve është luftë idesh. Unë luftën e ideve e kam bërë gjithmonë, e kam bërë në struktura. Unë kam votuar kundër emërimit të 2 nënkretarëve kur u bashku Partia Demokratike, këtyre 2 nënkretarëve të ri. Kam votuar me votën aty. 1 nga 6 vetat kam qenë, okay? Unë jam njeri që kam bërë betejat e mia publike, jo tani. Po i kam bërë gjithmonë dhe jam dhe në përgjykata dhe po vuj dhe pasojat me këta. Domethënë, asnjë lloj aludimi që unë nuk bëj opozitë ndaj Edi Ramës, unë jam në opozitë me Edi Ramën, po lufta e ideve është luftë idesh. E para, e dyta, do jem në çdo forum tjetër, në rast se këta do na thrasin brenda partisë, do marr pjesë dhe do ja u them sy çfarë problematikash ka 1 2 3 4 dhe kjo nuk është për me ridimensionu veten time. Unë jam shumë i qartë në atë që po bëj. Ti do bësh pjesë e këtyre foltoreve që udhtojnë në çdo qytet të Shqipërisë? Patjetër, unë kam qenë protest. Ç'do të thonë kjo? Unë jam protest, do iki sot në protest. Kjo s'diskutohet fare. Pra, unë jam për çdo lloj forumi debati. Partia Demokratike duhet flasi dhe ta kthejë edhe gishtin nga vetja tani. Flavio tha pak më herët, rifreskime, mbajtje përgjegjësie, jam absolutisht dakord me këto gjëra. Gjithë drejtuesit që kanë drejtuar qarqet, që kanë humb listën e sigurt, më vjen keq, duhet të reflektojnë edhe të marrin përgjegjësi.
Ç'është kjo punë tani, Partia Demokratike? Për gaz barin të moralizotin. Ore të gjithë njerëzit që kanë rezultate zhgënjyse, patjetër, ç'është kjo, do të jemi të pamëshirshëm me veten, në rast se duam ta shohim Partinë Demokratike në pushtet. Unë gjykoj që e djathta qeverisë më Çfarë mirë se çalon e që s'ka majta. frymë atëre, siç thot Gimi? Fryma do vi, patjetër. Unë mendoj që njerëzit, deputetët, shiko, unë kam 8 muaj që po jetoj në Fushkruj. Po jetoj atje me njerëzit. Unë kam denoncime çdo ditë të rrugëve, të ujit, qytetarët e Krujës kanë marrë shtëpitë të tërmetit, kanë marrë shtëpitë të tërmetit dhe nuk i kanë lidh dritat dhe ujin, po jetojnë si kafsh qytetarët e Krujës. E dini ju apo jo? Ka qytetarë tjerë cilët nuk kanë marrë shtëpitë të tërmetit. Ka 6 vite që ka radhë. Po protestonin në Durrës, çfarë thanë? Na vjen keq që s'kemi protestuar kur kanë qenë raste të tjera. Edhe në Durrës e njëjta gjë, edhe në Manës e njëjta gjë, dhe në Fushkruj e njëjta gjë. Kanë pa energji elektrike, po jetojnë si kafsh njerëzit. Kjo është pra një sekond që ta mbyll. Deputetët e Partisë Demokratike duhet dalin në terren, duhet takojnë njerëzit. Kur megafoni i tyre të kthehet një megafon i hallave të qytetarëve, atëherë do ketë njerëz. I takojnë njerëzit, e takojnë. Jo, nuk i kanë takuar, pra, duhet të jenë në terren. Kjo është ide. Ishte në terren ishte. Pas kuqan, kamës pas kuqan, ajo ishte dega. Kush ishte ky? Video në Zotit Noka e pe? Video është tjetër gjë. Unë po them deputetët, janë 50 deputet dalin në terren, shiko ka dhe i problem tjetër. E fragmentarizuar video, domethënë merr kontekst këtë tjetër. Unë jam që këto debatet në forumet mbeten forume atje ku janë, domethënë, nëse ne i presim këtë debat. S'pa pranove të njëjtin argument për kafe. Se s'pa pranove të njëjtin argument për kafe. Kafe kam dëgjuar propozime të mira, nuk është debat dhe sherr më dëgjo mua. Ta janë njerëz cilët kanë kontribut publik dhe po janë mbledhur aty për një shqetësim. Si të rigjenerohet, domethënë. Denada. Çka ka këtu shqetësimi? A është aktrima të një antarje me Zotin Saliani apo me Ilir Ali Mehmetin. Kjo do ishte gabuar. Qasja që po diskutohet edhe në studio që të gjithë këto veprime të bëhen në mënyrë të fragmentarizuar, kjo është gabim. Dhe kjo është ta ndash partinë. Ato nuk duan të largohen nga partia. Të gjitha ata njerëzit që janë mbledhur, mund të kenë ide ndryshe, mund të kenë ide të ndryshme për mënyrën se si duhet bërë opozit, në rast se ti thua të ndahen këta, se mendojnë kështu, do me thonë ti po përjashton mendimin ndryshe. Gjë që nuk i vlen Partisë Demokratike, dhe i bie gjithë retorika që Partia Demokratike është e hapur dhe diskuton, ndërkohë që bunkeri i Zotit Rama është i mbyllur. Fakti që ata dëshirojnë të dëgjohen nuk është e gabuar. Fakti që ata mund të sjellin ide të reja, dhe jam e bindur që mund ta bëjnë, nuk është as pak e gabuar. Zoti Saliani ka fituar në kohën kur të fitosh një bashki, pra si drejtues, ishte gati e pamundur. Mund sjell përvojën e tij. Ka një kartë morale ndaj partisë, sepse ka qenë një njeri cili ka shkuar dhe shpërballur me drejtësinë për partinë, jo për interese. Dhe ta ndash dhe ti thuash, ti shko dhe bëj protestën tënde për zonën Balluku përpara kryeministrisë, po mos hajde të bësh kafe, për mua është qasje ndarse e cila nuk duhet që Partia Demokratike të bi pre. Te pjesa pare ishte dakord me mua, po spinove fundin nga bim. Flavio ta mbaroj se jam në Skype. Po se thash njëtën gjë dhe ishte kundërta e separatizmit. Jo, ti pe që të fragmentarizohen, pra këta dalin dhe ti bëjnë të gjë. Ata nuk duan ta bëjnë më vete, se ndryshe krijojnë një parti të re siç e bëri Zoti Sheha. Po përdorin një manovër. Ata duan ta bëjnë këtë gjë brenda Partisë Demokratike. Po sa po ta thash pra që duhet bëjnë pikërisht njëjtën gjë. Do ta bëjnë nga brenda partisë. Jo, ti që duhet ta sfidojnë. Nuk duan ta sfidojnë, ata duhen të jenë bashkë, por të dëgjohen, sepse nuk po dëgjohen. Kjo janë dy gjëra të ndryshme. Por kush i pengon këta njerëz? E dëgjova diskutimin deri tani që u bë për ke korridorin e Partisë Demokratike të bërtasin? Po jam ta them unë Flavio, se ndoshta ti nuk e dëgjove, por të bërë pjesë dhe për të qenë në organizim të këtyre foltoreve, duhen ca njerëz? Sigurisht. Po a janë mbledhur këta njerëzit, a janë dëgjuar? Kush si u përjashtuan? A janë dëgjuar, pa janë mbledhur se do bëjmë, nëse ne organizojmë një aktivitet të partisë, a duhen të mblidhen ca njerëz, se ne mblidhemi kur bëjmë një emision, mblidhemi dhe ndajmë vendime. Tani kur bën një parti dhe bën një foltore, bën një lëvizje, a duhen mbledhur këta njerëzit? A duhen marrë në konsiderat? A duhen parë se çfarë mendojnë? Patjetër. Nuk e kanë bërë. Unë e kam bërë këtë investigim, i kam marrë 4-5 njerëz brenda Partisë Demokratike dhe nuk kanë qenë në dieni. Ja një argument. Ilir Ali Mehmeti për shembull. Ja të marrim një rast. Përjashtimi nuk është me pankart. Ja të marr një rast të shkurtër. Ilir Ali Mehmeti, që është një personazh shumë simpatik i këtij qyteti dhe i Partisë Demokratike, drejton një departament për shëndetësinë. Pa. Ilir Ali Mehmeti, kush e ka penguar zotin Ali Mehmeti që
të bëj aksion politik Ja të kthejmë përgjigje. Ti do e kthesh përgjigjen se ty po të pyes. Kush e ka penguar doktor Ali Mehmetin që të bëj aksion politik për onkologjikun, për QSU-tën, për hotelin aty, për kazinon, se do e bëjmë QSU-tën me kazino tani, me strip club, me çfarë. Kush e ka penguar konkretisht të bëj aksionin e vet politik? Po jo vetëm brenda strukturave, ai është strukturë. Nuk ka brenda kujt strukturë tjetër dikush. Nuk pra e strukturë. Nuk i përgjigjen antarët të strukturës. Po kjo pra është. Mi, jo, nëse Ka pesh ka fjala edhe unë nëse zgjohem në orën 8 mëngjesit, ka filluar emisioni në orën 7. Me dikë tjetër. Po jo pra ky Jo. Tash i thoni që s'doni me bërë mua se argument. Një njeriu që është i ditë më i votuari në Tiranë, nuk mund t'i thuash që i zgjuar vonë. Domethënë kjo është retorikë që i përdor me zotin Basha. Mos e risillte elemente të tjerë se nuk të rri. Flavio. Si nuk më rri, sa po ta dhash me argumentin. O rri që ç'ke me të. Më votuar, po të kishte fjetur gjumë. Moj zonjë, drejton të dash një shembull konkret, drejton një departament. Ka staf. Kam biseduar me antarë, me njerëz që janë pjesë e këtyre strukturave. Nuk përgjigjen o zotëri, po ta japun këtë të si. Përgjigjen Ali Mehmetit thua Denada. Kthejmë përgjigje, Denada. Kjo është e sigurt. Denada, të lutem shumë shkurt, Aulon, të kërkoj ndjesë. Nuk dua të merrem në mënyrë të përveçme me zotin Ali Mehmeti, po ta marr si shembull për ta ngritur argumentin në hiperbol. E drejton ai Departamentin e Shëndetësisë. Është ai struktura. Është ai Sali Berisha i Shëndetësisë. Si përgjigjen ata që Kush ata pra? janë Kush? Ka njëri që mund t'i refuzojë dalin për një sekond, ta them deri në fund një dreq argumenti. E pengon njëri doktorin të dalin konferencë shtypi. Asnjë se pengon dot. E pengon dikë të bëj një denoncim për një çështje konkrete. Asnjë se pengon dot. Po se pengon dot pra askush. Po jo pra se s'bën dot opozitë, duhet kesh një strukturë, duhet kesh një minutë. Për të ardhur argumenti Flavios, po është e vërtetë, unë jam antar i Këshillit Kombëtar dhe drejtoj departamentin kundër politikave të shpopullimit dhe për mbështetjen e familjes. I gjithë departamenti im ka qenë të rënë dhe kemi bashkëorganizuar kauzën bashkë me pastor Akil Panon përsa i përket aksionit kundër ligjit që mendojnë që opozita duhet kishte një seriozitet më të madh. Pse? Se janë 50 deputet dhe kemi pa vetëm 36 vota kundër. Ne kemi qëndruar non-stop para parlamentit dhe i kemi kërkuar që të sjellin familjet e veta jashtë. Pra s'kishte bashkim thua. Sjellin familjet e veta jashtë dhe të votoni minimalisht 50 deputet. Votun vetëm 36. Ky është ligj themeltar. Ky është ligj i cili ndan Partinë Socialiste nga Partia Demokratike. Të majtën dhe djafën. Ne besojmë tek Zoti, tek familja dhe tek kombi. Politika thuhet të rëndom që nuk ka moral, por minimalisht duhet ketë lloj serioziteti. Këtu nuk u tregu seriozitet për këtë çështje. Shiko, lufta e ideve është luftë idesh. Politika është lëvizja permanente e ideve. Nuk ka politik pa ide të reja. Ne duhet prodhojmë politikë dhe besoj unë që opozita nuk është lartësinë e duhur tani. Unë ndaj njerëzit dhe opozitat në 3 nivele. Në njerëz që merren me thashë theme, në njerëz që komentojnë ngjarje dhe njerëz që prodhojnë ide. Faktikisht opozita nuk e shoh dot e ide për momentin. Po pra, dhe ne duhet prodhojmë ide, ne nuk duhet i shkojmë mbrapa Edi Ramës. Bëri Rama këtë, Rama tha atë. Rama duhet na vijë mbrapa neve me ide që do prodhojmë. Partinë Demokratike ka të gjitha, politikën shqiptare ka të gjitha mundësitë për me drejtu Partia Demokratike. Ne po i shkojmë mbrapa retorikës Edi Ramës për momentin. Dakord korrupsioni, dakord 50 milionë euro etj etj. Çfarë do prodhojmë neve në këtë rast? Ju mora një shembull vetëm për argumentin që ngriti Flavio për çështjen e familjes. Ai ligj duhet ngrinte Shqipërinë në këmbë. Pse nuk e bëm ne këtë gjë? Ne jemi grush njerëzish, ne kemi dalë aty, kemi bërë dhe protestën të sheshit Skënderbej dhe na ka ftuar në studio këtu për të diskutuar. Atëherë hajde pra ti çojmë njerëzit. Zoti Sula, Denada, ju pres të dyve në studio në të ardhmen, Flavio kënaqësi, Aulon, shoqyres Tiranë të muhabet në kafe se gjithë fundjava. Shiko, unë jam i pari nga kolegët e mi, jam i pari që kam dalë dhe unë nuk kam frikë për me dalë televizor me thonë menimet e mia. Kur unë marr kam një lajm ekskluziv. Lajm ekskluziv, do pi kafe me Aulonën. Patjetër. Sapo. Po nuk qes Aliani, nuk është lajm. Publicitet, kthehemi pas pak. Ashtu si që thash më herët, do të flasim për vrasjen e biznesmenit në Elbasan. Një makinë e djegur është gjetur mëngjesin e sotëm. Bruna Kërçyku është me ne në një lidhje direkte për na dhënë më shumë detaje rreth gjithçkaje ka ndodhur. Bruna, të përshëndes.
Sidorella, përshëndetje, unë ndodhem në fshatin Merak të Librazhdit, ku mëngjesin e sotëm u gjetë djegur një mjet tip Audi, cili dyshohet se i përkiste autorëve të vrasjes së biznesmenit Mondi Mahalla mbrëmjen e djeshme në qytetin e Elbasanit. Siç mund edhe ta shihni pas meje, makina është krejtësisht e karbonizuar, dyshohet se ka qenë me ngjyrë të zezë, edhe pse ende nuk kuptohet asgjë, do të jenë detajet e mëtejshme, qoftë edhe kamerat e sigurisë që do të japin edhe detajet e mëtejshme për makinën. Policia ka konfirmuar se brenda mjetit të djegur është gjetur edhe pistoleta me cilën dyshohet se është kryer atentati i mbrëmjes së djeshme. Një detaj i fundit, por ende i pa konfirmuar, të cilin duhet të ndaj me ju, është fakti që dyshohet se ky mjet i përdorur për atentatin e mbrëmshëm rezulton të jetë në pronësi të biznesmenit të vrarë. Është, siç ju thash, informacioni momenteve të fundit, ende nuk kam mundur ta konfirmoj me policin këtë informacion, megjithatë le të flasim pak për ngjarjen e ditës së djeshme që ndrodhiti në qytetin e Elbasanit të rreth orës 20:35 minuta. Biznesmeni Mondi Mahalla, i njohur ndryshe edhe si Edmond Hyko, është ekzekutuar me 3 plumba pistolete. Sapo ka dalë nga bizneset e tij, të cilat ndodhen në unazën juglindore të qytetit e Elbasanit, sapo biznesmeni ka hyrë në makinë, është ekzekutuar me 3 plumba, 2 prej cilve e kanë marrë në kokë, dyshohet që ka qenë shumë afër distanca nga e cila kanë qelluar atentatorët, të cilët më pas me këtë mjet, dyshohet jetë mjeti i tyre, janë larguar me shpejtësi në drejtim të Librazhdit. Zona ku ndodhet mjeti, në fakt, është zonë izoluar, nuk ka fshatra apo shtëpi rrotull, por është shumë pranë aksit nacional Elbasan Librazhd, është devijimi i rrugës për shkak të punimeve, pra këtu ka qenë rruga e vjetër e cila kalonte në drejtim të Librazhdit. Nuk është njoftuar, ajo që të bën përshtypje është se nuk është njoftuar asnjë nga zjarfikset për të ndërhyrë për një mjet të djegur as e Elbasanit dhe as e Librazhdit, çka do të thotë që nuk është identifikuar në kohë dhe makina është djegur tërësisht në të sajën, teksa më pas në orët e para të mëngjesit u identifikua nga ekspertët e policisë për rreth 2 orë ata qëndruan këtu në vend ngjarje, duke bërë të gjithë ekspertizën e nevojshme që pritet më pas të hedhë dritë dhe mbi vrasjen e biznesmenit, dhe po ashtu shumë të rëndësishme do të jenë kamerat e sigurisë në bizneset e tij, të cilat tashmë janë sekuestruar nga policia, që mund të hedhin dritë mbi këtë ngjarje. Disa persona, 11 deri pak minuta më parë që unë kam folur me policinë, janë shoqëruar dhe po merren në pyetje në lidhje me ngjarjen, shumica prej cilëve dëshmitar të cilët kanë qenë aty në momentin e ekzekutimit. Hetohet në disa pista. Policia dhe prokuroria e Elbasanit ende nuk konfirmojnë për precedent të mëparshëm penal të biznesmenit, hetohet mbi konflikte të mundshme për shkak të biznesit apo të rrethanave të tjera që ai mund të kenë pasur. Janë këto informacione që unë kam deri në këtë moment. Bruna, të falenderoj shumë edhe për pamjet që përcolle, vura re që pas te gjende dhe automjeti apo edhe informacionet e fundit. Falenderoj. Jam në studio me Anila Hoxhën, faleminderit shumë Anila për kohë, Suela Koçibellin, faleminderit, mirëdita. Anila, të lutem na bëj një sqarim edhe regjia do na ndihmoj me fotot, kush është personi i cili u nda nga jeta dhe ju bë atentati dhe a ka të dhëna nëse ka pasur apo jo probleme me persona të tjerë? Edmond Hyka, i moshës 43 vjeç, është babai 3 fëmijëve, njihet në qytetin e Elbasanit si biznesmen, zotëronte një karburant dhe nga hetimi financiar që apo më saktë nga transaksionet që po i kontrollon grupi i hetimit mbas vrasjes së tij, ka konstatuar se fillimisht karburantin e kishte shitur para disa kohësh dhe më pas e kishte ribler nga i njëjti person, por nuk ka patur konflikte në lidhje me të drejtën e kësaj prone. Po ashtu, zotëron dhe një rrjet taksish në këtë qytet, një aktivitet i cili aktualisht po verifikohet ende, në kuadër të disa pistave të ngritura nga grupi i hetimit, të cilët shpresojnë që duke ngritur këto pista, qoftë edhe teorikisht dhe duke kontrolluar të gjitha mundësi, do të mund të shkojnë tek arsyet dhe tek autorët të cilët e kryen vrasjen e tij mbrëmjen e kaluar. Ajo që është e faktuar të paktën deri tani nga policia e Elbasanit është fakti që ky shtetas më herët ka qenë i dënuar
i arrestuar, më falni, për çështje të shpërndarjes së drogës në qytetin Elbasanit. Dhe për këtë arsye është i kategorizuar si një person me precedent të mëparshëm penal, por nuk ka patur dhe nuk ka denoncuar probleme apo konflikte së fundmi. Në kuadër të hetimit atëhershëm për shpërndarjet narkotikëve në qytetin e Elbasanit, ky shtetas u hetua, apo më saktë policia lokale në atë kohë, nisi një hetim dhe një procedim pasuror për të kontrolluar pasurit e tij, një hetim i cili nuk pati një finale apo një rezultat konkret mbi pasurit, pra i kishte të justifikuar apo jo. Çështja u referua nga policia drejt prokurisë së Elbasanit dhe më pas nuk pati konkluzion. Dhe për këtë arsye ka patur dyshime që edhe pikërisht transaksioni dhe shitblerja e karburantit dhe më pas riblerja e karburantit cilin ai ndërkohë e zhvillonte aktivitet mund të ndodhur për këtë arsye. Megjithatë nuk ka patur konflikte në lidhje me titullin e pronësisë për këtë biznes. Ditën e djeshme mbas krimit dhe mbas vrasjes së tij, nga një person ku janë kqyrur kamerat e sigurisë, ajo që shikohet është një shtetas i cili zbret, ka vendosur një kapuç sot grupi i hetimit në kokë, që është pjesë e bluzës që ai mbante veshur, pra autori i krimit. Zbret dhe qëllon me njëherë duke u larguar nga dhënat dhe deri tanishme gjithë dinamika, mritja e autorit në vendngjarje, largimi i tij me automjet, janë të provuara nga kamerat e sigurisë, të cilat janë bllokuar nga grupi i hetimit, megjithatë nuk ka të dhëna të sakta se kush e vrau Edmond Hykën. Ajo që dihet është kanë kontrolluar hetuesit edhe lëvizjet e tij. Lëvizjet e tij të fundit kanë qenë drejt Spanjës, thonë burime shumë të sigurta, por nuk jepet data se kur ka udhëtuar në Spanjë, paraprakisht mendohet që ka qenë për pushime. Ditën e djeshme, po ashtu janë verifikuar orët e fundit të viktimës, pasi janë pyetur paraprakisht apo me shpejtësi edhe familjarët e tij për të mësuar itinerarin e orëve të fundit, nëse ka patur apo jo konflikt gjatë orëve të fundit, pra të ditës së diel. Familja ka konfirmuar se indjeri kishte qenë jashtë Elbasanit bashkë me antarët e familjes dhe më pas i ka lënë ata në banesë për të drejtuar drejt biznesit dhe aktivitetit që ai ushtronte në këtë qytet, ku me njërë mbasi kanë bërritur, është një automjet kanë bërritur duke në plan ajo që kanë këqyrë hetuesit, del autori dhe qëllon në automjetin e tij, duke u larguar dhe duke ndjekur njëjtin skenar si për herë në ngjarje kriminale. Makina që digje në periferi të... Shtat të shoqëruar, a ka informacion se çfarë lidhje kanë pasur apo kanë me viktimën dhe a janë marrë në pyetje familjarët nëse dyshojnë rreth ndonjë personi konkretisht? Ka patur një pyetje pra të shpejt, jo me proces verbal, për të kuptuar orët e fundit të Hykës, nëse kishte konflikte, mosmarrveshje gjatë orëve apo ditëve të fundit. Të shoqëruarit janë persona kryesisht dëshmitar okular në skenën e krimit dhe po ashtu edhe një shtetas, jo se ka qenë i dyshuar, por thjesht janë marrë gjurmët papilare për të parë nëse kishte apo jo faktor plotësues të qitjes, që ngelen mbasi qellohet me armë zjarri. Asnjë prej tyre nuk është i dyshuar konkret, janë dhënë dhe janë treguar dhe rrëfyer momentet që konfirmojnë më pas edhe i bashkangjiten dhe pamjet e sigurisë, por shumica e tyre janë dëshmitar okular që tregojnë atë që shfaqin dhe përshfaqin edhe kamerat e sigurisë. E rëndësishme është që i ndjeri, nga gjitha kërkimet që janë bërë, pra shikohet gjithmonë sa herë ka ngjarje të kësaj kategorie, që qartazi është evidente dhe kuptueshme që bëhet fjalë për një plan të mirëfillt, sepse autorët edhe njëherë parë në përsëritje kuptohet fare mirë nga shpejtësia se si mbrin me automjet, se e dinin shumë mirë itinerarin e tij dhe e dinin shumë mirë që ai gjendej në vendin ku e qelluan për vdekje. Por ajo që kuptohet nga lëvizjet e policisë, si për herë dhe nga grupi i hetimit është pikërisht se sa herë ka vrasje, gjithmonë grupet e hetimit kërkojnë rreth të kaluarës shënjestrës, së një atentati, një gjë që gjithmonë ka ndodhur kështu, edhe në ngjarjet e tjera të mëparshme, ku kërkohet dhe shikohet kartela
e viktimës dhe në këtë rast e hykës 23 vjeç, ku është parë dhe është evidentuar se ai kishte precedent më parshëm në fushën e shpërndarjes narkotikeve dhe për këtë arsye ndaj tij kishte nisur dhe ishte referuar dhe një procedim dhe një hetim pasuror. Veç ngjarjes së Elbasanit, një ngjarje që është komentuar gjatë kësaj fundjave ka ndodhur në Dibër, ku bëhet fjalë për një vajzë e cila ka bërë denoncimin e saj për përdhunim ndaj një oficeri policie. Sipas saj dhe informacioneve që ti Anila ke publikuar në Top Channel, bëhet fjalë për mesazhe që efektivi shantazhonte vajzën në fjalë. Fillimisht, do vite këti për ta pasur një pasqyrim më të qartë të gjithë ngjarjes, po Suela do më shpjegosh pak sa e rëndësishme është faza e rrëfimit, e shkuarjes drejt bërjes publike të SMS-ve dhe pajtimit me faktin që po, ngjarja ka ndodhur, sepse sipas saj ka qenë një përdhunim. Dhe absolutisht për të rënë kontakt me të vërtetën e kësaj ngjarje, faza më e rëndësishme dhe faza më e vështirë është pikërisht momenti që viktima vendos dhe merr forcën për të reaguar dhe për të ngritur zërin. Dhe akoma nëse flasim për komunitete të vogla, siç është Dibra, ky vendim është shumë më i vështirë, sepse ti përballohesh me paragjykimin e të gjithë njerëzve, por jo vetëm kaq, dhe me kërcënime personale sepse janë rrethe shumë të vogla. Kështu që nëse flas për fazën se sa e rëndësishme është jetike kjo fazë, sepse vetëm në momentin që viktima arrin të gjejë forcën tek vetja e saj, po sigurisht edhe me mbështetjen e familjarëve për të marrë këtë hap, vetëm aty mund të ketë një shans për të shpëtuar nga një rreth i mundshëm vicioz që mund krijohet nga një situatë e tillë. Kështu që ja ku ndodhi, pra kemi një viktimë e cila është 19 vjeç, është e vogël, pra ajo sigurisht ka kaluar moshën e minorancës, sepse ligjërisht është mbi 18 vjeç, por gjithsesi është një vajzë shumë e re, që ka, po themi, akoma fazën e saj të rritjes, është vetëm 19 vjeç, e cila ka gjetur forcën dhe në këtë komunitet kaq të vogël, me sa pash dhe me mbështetjen e nënës së saj, ka arritur të bëjë denoncimin për të nxjerrë të vërtetën e ngjarjes në shesh. Foto, Anila, shantazhonte, na bëj një pasqyrim një të gjithë ngjarjes, vajza është 19. Vajza është gjimnaziste. Po? A nuk është 19, është më e vogël. Pra kishte një muaj që kishte mbushur 18 vjeç. Okej. Sa informacioni në media ka qenë 19 vjeç. Dhe për këtë arsye, 19 konsiderohet, përsa sepse ka kaluar 18 vjeç e një muaj. Për këtë arsye, vepra që rëndon mbi të dyshuarin Uta, është ajo e marrëdhënies seksuale me të rritura. Sepse vetëm ka kaluar një muaj. Sepse ka kaluar një muaj. Nga ditën e atëherë, prokuroria e çështjes i ka dorëzuar gjykatës kërkesën për mas sigurie, që do të zhvillohet ditën e nesërme për efektivin. Për efektivin. Dhe ku prokuroria ka kërkuar masën arrest në burg për 2 vepra. Marrëdhënie me dhunë me të rritura dhe shpërdorim detyre. Pse shpërdorim detyre? Ishte një nga pyetjet që unë i drejtova burimeve të mia për të kuptuar më shumë rreth kësaj dosje dhe këtij hetimi. Sepse Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka dyshime të forta se ai ka përdorur funksionin e tij si inspektor, pra 24 vjeçari, fillimisht i ka shkruar viktimës duke i paraqitur si një shef krimesh i zonës dhe se kishte të dhëna që do të duhej t'i ndante dhe ta pyeste. I ka përdorur aplikacionin WhatsApp dhe më pas ka nisur me grackën e tij duke i dërguar një fotografi ku vajza e kishte postuar në llogaritë e saj dhe bëj fjalë për kohën e pushimeve verore dhe i thotë që kam dhe të dhëna dhe video tjera të cilat unë do t'i shpërndaj në rrjetet sociale. Në këto kushte nuk është sqarohet nëse këto fotografi dhe këto zëna janë ndërkohë të manipuluara përmes inteligjencës artificiale, por ka dyshime që një ndër këto mënyra mund të ketë qenë edhe përdorimi i inteligjencës artificiale për ta manipuluar, sepse pra ka patur materiale për ta mbajtur peng. Në këto kushte vajza atë ditë në datën në fillim të nëndorit ka dalë bashkë me motrën e vet shëtitje dhe më pas është ndarë duke hipur në automjetin privat të oficerit nën inspektorit, i cili ka pak kohë që është në detyrë në këtë qytet, dhe ajo rrëfen më pas ka treguar mbasi është
abuzuar nga punonësi i policisë, e ka ndarë historinë, ngjarjen e rëndë me familjen e saj, me nënën, dhe nëna e ka shoqëruar për të kryer denoncimin. Hetimi është bërë nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, që është institucioni i cili verifikon, kontrollon, heton punonësit e policisë, dhe më pas, menjëherë, gjithë mënyra se si është pyetur 19 vjeçarja, është bërë në praninë e psikologëve për shkak të tronditjes së fortë psikologjike, për shkak të gjendjes së saj shëndetësore, edhe për shkak të kontradiktave që kishte në dëshminë e saj. Por jo vetëm për këtë arsye, por sepse ky është protokolli. Në çfarë gabonte që thua kishte kontradikte? Pra kishte disa përplasje mbi vendin ku ishte abuzuar. Okej. Gjë që do duhet të reflektojë në proces verbal, dhe menjëherë mbasi psikologët kanë konfirmuar versionin e saktë, kanë nisur kontrollet dhe është kërkuar fillimisht shpallë me kartel blu oficeri i policisë, dhe është kryer kontrolli për automjetin, i cili është gjetur në banesën e kunatit të oficerit policisë. Për këtë arsye edhe kunati konsiderohet si një i dyshuar që ndihmoi dhe përkrau autorin, sepse fillimisht fsheu automjetin dhe më pas ka dyshime gjithmonë se e ka shoqëruar atë, ka ndihmuar që ai të largohej drejt Kosovës. Më pas e ëma ka dyshime, dhe ajo në hetim, pra janë 3 persona, dhe e ëma e oficerit të policisë, ka dyshime se menjëherë mbas denoncimit dhe shpalljes në kërkim të oficerit të policisë, është paraqitur në banesën e vajzës dhe i ka kërcënuar ata. Për këtë arsye janë 3 persona në hetim. 2 në gjendje të lirë dhe oficeri i cili duhet thënë që është kthyer nga Kosova dhe është vetë dorëzuar, fillimisht duke u ndaluar e më pas duke i nënshtruar procedurës deri ditën e djeshme, pavarësisht ftesave të prokurores së çështjes, edhe grupit e timit, që ai të jepte një qendrim dhe një dëshmi, gjithmonë jemi në kuadër të, sepse hetimi nis pastaj me ekspertiza, kryen ekspertizat posaçme. Vetë policia e shtetit ka marrë masa për zotrin? Nuk e kam këtë informacion, por zakonisht policia e shtetit po ndjek, sepse ne nuk mund të themi. Unë pyeta në fakt dhe më thanë duhet i drejtohesh AMP-s. Ka një gjë. AMP-ja dhe policia e shtetit po ndjekin një procedurë dhe një formul tjetër, sa herë ka oficer policie të dyshuar. Që është? Sepse ka patur mjaft raste ku ka patur oficer policie të dyshuar, kryesisht qarkullim rrugor, të kufirit, të cilët janë shkarkuar, por hetimi më passhëm ka konkluduar që mund të ketë patur denoncim dhe kallëzim të rrem, të pabazuar, të paprovuar, dhe kjo ka sjell pasaj kthimin e oficerit të policisë në detyrë. Për këtë arsye, ka disa raste ku oficerë të ndryshëm, të shumë të policisë, vetëm në kushtet e flagrancës, pra kur provat janë aq evidente, aq të forta, të pakundërshtueshme, saqë e të i kalojnë edhe prezumimin e pafajësisë. Dhe për këtë arsye është aplikuar edhe shkarkimi i tyre apo pezullimi i tyre nga detyra. Në këtë rast nuk e di nëse është aplikuar mënyra e parë, forma e parë ku menjëherë veprohet me shkarkimin e oficerit, apo do të pritet derisa të ketë dhëna të tjera për të konkluduar të dyshimit arsyeshëm se po, kallëzimi i vajzës abuzuar është i vërtetë. Sa ka ndikim në këtë rast shtysa e nënës, po dëgjoj Anilën që sa po e mori vesh ëma, aty u drejtuan pastaj. Dhe prandaj dhe unë në fjallën time të theksova që është shumë rëndësishme kur viktima ka mbështetjen e familjes. Pra nëse nuk do ishte në dieni e ëma, mendoj që do ishte shumë e vështirë për një vajzë 18 vjeç e 1 muaj, se nuk i them dot 19 vjeç, që të tregonte këtë lloj goditje, traume të merri që ka përjetuar tek vetja e saj. Megjithatë, që ka nevojë që ne të kemi një lloj transparencë dhe një lloj zbarre të situatave, ne kemi nevojë shumë të kemi një zbarre të situatave, çfarë ka ndodhur dhe pse ka ndodhur, sepse kur bëhet fjalë për një përdhunim apo një marrëdhënie me dhunë me magjorene, sepse quhet 18 vjeç e 1 muaj quhet magjorende, momentin që aty është një figurë policie e cila sido që t'jetë mentalitetin tonë është figurë me veshje pushteti, bëhet akoma më e vështirë niveli i reagimit dhe niveli i, po themi, të nxjerrit të drejtës tënde. Kështu që këtu unë besoj që pa kaluar ndoshta në aludime të tjera që pse, si, çfarë mund të ketë ndodhur më tutje, reagimi i nënës ka qenë pikërisht reagimi i asaj që ne flasim për shumë kohë, që është reagimi që do të bëjë çdo nën
në momentin që fëmia tregon një ngjarje të tillë, apo në momentin që edhe ti si nën dyshon se me fëmijën tënd ka ndodhur diçka dhe ka ndryshuar. Sa brezi i ri i shantazhit do bëj të video me inteligjencë artificiale. Tani ky është problemi tjetër, se po dëgjoja me Anile me vëmendje që do të thënë ka pasur një komunikim mes tyre dhe unë besoj që në momentin që ka pasur një komunikim vërtetohet është lehtësisht ose më lehtësisht e vërtetueshme ka pasur një marrëdhënie mes të dyve, apo është diçka që ka nisur thjesht një presion i njëanshëm, që mund të jetë edhe me montazhin me inteligjencë artificiale që sot në realitetin tonë po bëhet mekanizëm realisht kërcënues për vajzat dhe gratë, jo vetëm, por mekanizëm kërcënues për të gjithë ata që cilësohen grupe vulnerabël. Për një arsye ose për një tjetër ngelen penge e kësaj situate të stisur, sepse po të punojmë me inteligjencë artificiale, fotografitë e secilit nga ne mund të tjetërsohen në ekstrem dhe hajde tani të gjejmë ne të vërtetën se ku është origjina dhe ku shkojmë. Por dua ta theksoj edhe një herë, në momentin që në këtë mesele është i përfshirë një person që është oficer, që është inspektor, që është hequr si shef policia apo se si, pra gjithsesi është një person me kostum dhe me atë veshjen e oficerit që ty të imponon një lloj pushteti, situata bëhet shumë e vështirë, sepse ata pretendohet të jenë ata që mbrojnë. Pra mos ta harrojmë këtë, pra policia është ai person që duhet të të mbrojë. Nëse ti ke një problematikë si një vajzë ose një gruaj nga sfin të tjerë, drejtohem unë se ky xha policë është aty janë miqtë e tij. Po ky është problemi, pra, domethënë këtu shkalla e vështirësisë është akoma më e madhe dhe fatmirësisht kemi një nënë e cila i ka dalë në krah kësaj gjëje, sepse si një vajzë e vogël do ishte absolutisht shumë e vështirë. Pra, ka të bëj shumë thua ti personi me cilin ti ballafaqohesh kur bën rrëfimin. Absolutisht sa të shtyn të flasësh. Absolutisht që po. Kështu që në këtë rast kemi atë nënën që ne mendojmë ose punojmë fort ose edhe flasim në studio bashkë dhe kudo që shiko kjo është nëna që duhet jetë në krah të vajzës. Në fakt nga fillimi Shqipëria, si gjitha vendet e botës, aktualisht është në fushatën e 16 ditëve portokalli kundër dhunës. Dhe këtë vit fokusi është vendosur tek aktivizimi kundër dhunës me bazë gjinore, dhunës digjitale, që i ka të gjitha format. Parashikon edhe për ndjekjen, parashikon dhe shantazhin, deri tek bullizimi apo sharjet online. Por është vërejtur në nivel botëror se kjo lloj dhune është rritur shumë. Si kundër të gjitha dhunat e tjera që ne i perceptojmë dhe që i kemi parë, se si finalizohen në dyert e komisariateve të policisë, prokurorisë dhe më tej gjykatës. Në fakt, ajo që është vërejtur gjatë këtij aktivizimi janë edhe të dhënat zyrtare të raporteve të ndryshme që bazohen edhe tek shtimi dhe rritja ndërgjegjësimit për të denoncuar këtë lloj dhune, e cila ka pasjellur viktimizim sidomos të vajzave të reja, të cilat në momentin që kanë përdorur fotografi, video, qoftë edhe intime midis partnerëve, ndihen të varura në momentin që historia ka përfunduar, ato kanë përfunduar gjithashtu viktima të shantazhit, të abuzimit seksual dhe të përndjekjes, disa nga derivatet e dhunës, që në fakt burojnë fillimisht nga dhuna digjitale. Ky është një shqetësim shumë i madh dhe faleminderit Sidorela që e ke bërë pjesë të këtij paneli, pikërisht ngjarjen e rënë në radhë parë që sikurse u tha dhe u përmend, ka disa komponentë mbështetës që do t'i kemi parasysh që në zona përtej urbanizimit të Tiranës, ashtu si kundër është e vështirë të denoncosh. Imagjino në zona pastaj më të... Por, niveli ndërgjegjësimit, apo bisedat të tilla, si kjo e sotmja, ndikojnë te kushdo që mund të jetë një vajzë, një grua, apo kushdo e cila mund të jetë viktim, ose në një banesë me dyert të mbyllura dhe dhunohet nga partneri, shpartneri, apo një burr, deri tek një vajzë që mund të jetë adoleshente, e mitur, po shohim, po vëret gjithmonë nga policia, gjithmonë më shumë paktën nga bisedat që unë kam patur me burimet e mia në polici, më kanë thënë vazhdimisht të shqetësuar që duhet të rritet ndërgjegjësimi, sidomos i fëmijëve, për mënyrën se si i ndajnë të dhënat. Tu është pikërisht problematika që kemi bëjmë me oficer përpara, domethënë këtu pastaj historia është akoma tu eskalojmë në ekstrem. Suela, sa e rënd bëhet pastaj kur ndodh kjo që tha Anila më herët, ai kërcënimi pas bërjes denoncimit, që të rish kallëzimin ose do ju shkatroj, se kjo e... Dhe, pra, se edhe mbajtashonim këtë gjënë. Domethënë, këtu jemi pikërisht tek ajo gjë që në komunitetet e vogla potencialisht mundësia që të kërcënohesh indirekt apo direkt është shumë e lartë.
Por edhe ky është momenti që të gjitha ata që mendojnë që përmes një kërcënimi mund të zhbëjnë një vepër të tillë që është vepër kriminale, nuk duhet të kalojnë, po themi, pa u marrë vesh dhe nuk duhet të kalojnë pas edhe një lloj përgjegjësie. Kështu që ja ku është edhe momenti i dytë që edhe në momentin e kërcimit dhe këto janë gjëra të vërtetueshme, persona që guxojnë të kërcënojnë për të fshehur një akt kriminal kanë nevojë të marrin përgjegjësinë e tyre. Agravohet situata patjetër sepse aty janë lidhjet farefisnore shumë të forta. Pra është ndryshe që jemi në Tiranë, që është shkëputur marrëdhënia dhe është ndryshe një komunitet të vogël dhe për Tiksër prapë si Vibra. Shohin në ekran që fliten për të tilla tema, marrin një lloj, po themi, force për të folur. Marrin një lloj force, po edhe ata që kërcënojnë marrin një lloj pastaj pengese, gradualisht për të mos guxuar për të bërë veprime të tilla, sepse edhe kërcënimi është po prapë një vepër që ndalohet. Pra nuk është më një fjalë goje si komshin që dilin dhe ziheshin dikur, por është diçka që ti mban përgjegjësi për veprën kërcënuese. Kam përshtypjen sot do kemi edhe reagim nga policia lidhur me ngjarjen në fjalë, sepse kështu të paktën mu paralajmërua. Anila, shumë faleminderit. Suela. Faleminderit. Gjithmonë kënaqësi. Publicitet, kthehemi përsëri bashkë, do të flasim për autobusin në Tiranë që mori përpara të zgjeti. Pas pak. Mirë, jemi rikthyer, siç u thash më herë, do të flasim për një autobus në kryeqytet që u përplas, kjo për shkak të një vajze me biçikletë që kaloi përpara tij. Kam përshtypjen me semafor të kuq, por këto ta diskutojnë në vijim me të ftuarit. Kjo është video shumë virale në rrjetet sociale. Ky është momenti kur një vajzë me biçikletë ka prerë rrugën dhe për të mos aksidentuar 18 vjeçaren, shoferi ndërmori një korsi tjetër duke përplasur aty disa automjete të parkuara. 3 pasagjerë janë shoqëruar drejt spitalit për të marrë ndihmë mjekësore në atë moment, teksa këto janë pamjet që kanë mbetur më pas pikërisht të autobusit, siç u thash, pamjet shumë virale. Kam në studio Konstantin Fonin, kryetari i shoqatës së transportit publik ndërqytetas. Faleminderit shumë që je në studio me mua. Kam në një lidhje direkte dhe administratorin e kompanisë së autobusit në fjalë që u përplas, Eluar Abdyli. Faleminderit Eluar për kohën. Fillimisht do më lejosh, po e nis me Eluarin për shkak edhe të, po themi, një lloj sqarimi që do doja faktikisht ta kishim nga ana e tij. E para, Eluar, më bëj një përshkrim tëndin sipas informacioneve që ti ke, se çfarë ka ndodhur dhe a ke mundur apo jo të flasësh me shoferin në fjalë. Shoferi i cili është arrestuar, duhet të thënë, po. Po, atëherë përshëndetje të gjithëve. E para, faleminderit për interesimin. E dyta, unë në emër të kompanisë ju urojmë, do të thënë, pasagjerëve që janë dëmtuar bashkë me atë gocën, do të thonë që mos kenë probleme, siç nga informacionet që kemi marrë nuk kanë probleme, dhe janë shumë mirë me shëndet dhe jashtë rreziku për çdo gjë. Unë mbram kam qenë vetë në vend ngjarje, pra siç është bërë dhe video virale, që fatmirësisht çdo gjë bëhet virale. Dhe sipas deklaratës që shoferi ka dhënë në ambientet e policisë, po dhe në vend ngjarje, shoferi ka deklaruar që ka qenë duke ardhur nga drejtimi i pallatit me shigjeta për në rrugë Kavajër për në qendër. Autobusi ka qenë me semafor i jeshil, pra gjithmonë sipas deklarimeve shoferit, ka qenë me semafor i jeshil dhe ka qenë duke kaluar kryqëzimin që është aty. Në atë moment, vajza në fjalë, sipas informacioneve dhe sipas deklaratës shoferit, nuk e ka pa autobusin fare dhe ka vazhdu lëvizjen me biçikletë edhe pse ka qenë me semafor të kuq për të kalu kryqëzimin. Shoferi në atë moment, normalisht dhe nga paniku, sepse është mjet i tonazhit të rënd dhe po ta përplasit drejt për drejt mund të ketë pasoja fatale, dhe nga paniku që për mos ta përplas vajzën fjalë, ka tentu devijoj autobusin. Në momentin e tentimit para ai ka thjesht ka tentuar ta devijoj autobusin për mos shkaktuar aksidentin me vajzën. Por nga paniku që atë e ka kap në ato momente, ai e ka humbur komplet kontrollin e autobusit dhe automatikisht nuk ka ditë që ka bërë në drejtim të autobusit dhe autobusi ka dalë komplet në korsinë e kundërt. Aty kanë ardhur dhe efektivet e policisë, kanë bërë ekspertizën, kanë bërë testin e alkoolit, kanë marrë deklaratat e shoferit, deklaratat e fatorinës dhe gjithë shoferi, fatorinëve dhe pasagjerët që kanë qenë në autobus kanë dhënë të njëjtën deklaratë. Tani unë nuk mund të shprehem më tepër sepse normalisht i përket organeve përkatëse që do bëjnë ekspertiza, do kthyen kamerat, do bëhet çdo lloj ekspertize duhet nga ana e tyre dhe ato do japin verdiktin final.
Shoferi është botesi i alkoolit, nuk kanë qenë në ndikimin e alkoolit. Gjitha gjërat momentale janë bërë, domethënë nga ana e policistit dhe ekspertëve përkatës. Tani ne thjesht presim, jemi interesuar edhe tek spitali për pasagerët dhe për vajzën në fjalë, të cilët që mbrëm kanë dalë nga spitali ose mëngjes herës sot, le ta themi. Bën shumë mirë që sjaron këtë që të gjitha kuptojnë gjendjen e tyre shëndetësore. Patjetër. Jemi interesuar si kompani, normalisht jemi njerëz në rrallë parë. Do të pyes, vetëm qëndro me mua, të lutem, se dua t'i marr pak mendimin dhe Artan Rexhepit që na bashkohet në këtë moment, ekspert kriminalistik. Faleminderit shumë Rexhepi për kohën, se do doja një koment tëndin për, po themi, mënyrën se si duhet ndjekur situata me shoferin në fjalë që është arrestuar, por përpara kësaj do më lejosh të pyes pak Konstantinin, sa përgjegjësi duhet të mbaj autobusi në këtë rast kur nuk është se ka pasur shkelje të rregullave të qarkullimit? Pra, nga momenti që ekspertiza do dali, aty më pas dalin dhe përgjithësit. Pra, nëse do t'jetë është shkaktar i aksidentit shoferi në fjalë, apo shkaku i devijimit të autobusit ka qenë personi që ishte duke kaluar semaforin me të kuq me bicikletë. Pra, si pas dhe deklaratave paraprake. Duket qartë edhe nga video virali që është bërë që shoferi ka qëndruar në një korsi, pra nuk është se ka pas devijime, majtas, djathas, pra ka qenë duke ecur në korsin e tij, dhe nëse shikojmë edhe automjetet që vinë nga Vasil Shando në drejtim të Pallatit Shigjetave janë të qëndruar, pra do të thotë që kanë qenë me semafor të kuq. Pra është vajza që ka kaluar me të kuq, të tjerët kanë qëndruar. Po, kanë qëndruar. Kjo është një pakujdesi, por fatmirësisht nuk kemi dëme njerëzore apo dhe shëndetësore, por vetëm dëme materiale. I vetmi dëmtuari në këtë rast për ta plotësuar dhe luarin është dhe një prej stafit të autobusit, që është Faturino, pra nga devijimi. Këtu mund të themi që shoferi ka qenë një devijim, le themi, ka qenë një aftësi dhe e tij, pra që nuk ka ecur në drejtim të vajzës, pra ka devijuar në moment, pra ka qenë një shmangje, se nëse do të frenonte dhe të ecë në rrugë të drejtë, ndoshta mund të kishte qenë fatale për vajzën, nëse shoferi nuk do kishte ndryshuar korsin dhe drejtimin e autobusit. Po, në drejtimin e autobusit. Të po thoni, po gjithsesi në fund të kësaj, më bën përshtypje, po nuk dua t'ju pyes ju të dyve, ndoshta nga që keni edhe kontakt direkt me shoferin, transportin e tjerë me radhë, do më lejoni ta pyes Artanin për këtë. Artan, arrestohet shoferi në këtë rast, po si duhet ndjekur, si procedohet, domethënë çka bër gabim, po them. Kjo më tepër është procedurë juridike, por për mua këto, domethënë, gjykimet e aksidenteve me arrest, ne nuk i gjykonim me arrest, për më tepër që nuk ka viktima. Gjykimet e aksidenteve me arrest për mua e rëndojnë situatën jashtëmase, sepse ai mund të ri disa kohë në arrest paraprak, edhe le të themi në një farë mënyrë e vendos prokurorinë dhe gjykatën para një detyrimi që të mos i japin pavajsi, pasi do detyrohen të kthejnë një lloj dëmshpërbimi. Unë në aksidentin, duke parë pamjet filmike dhe duke qenë ekspert i video, e analizojnë në këtë formë. Domethënë shoferi vërtet ka vepruar mirë, por dhe s'ka vepruar mirë, sepse shoferi ka tentuar të shpëtojë një njeri dhe ka rrezikuar jetën e gjithë banorëve, e gjithë udhëtarëve. Po, të njerëzve që kishte në autobus. Ka reaguar shumë mirë në mënyrë instinktive, por gjithmonë ka një por, mund të kishin pasoja shumë të rënda. Pjesa që duhet trajtuar e këtyre autobusave elektrik në mos gaboj është rasti tretë që autobusat kanë probleme. Nuk e di ky është problemi i shoferit, apo është problemi i autobusave. Kemi një autobus që shkon në Lan, kemi një autobus që merr përpara tek Tajvani në mos gaboj disa automjete. Kështu që është mirë e para një të gjitha të kolaudohen, dhe e dyta të shikohet procedura atyre se mbase ju ka kaluar dhe afati përdorimit dhe... Ja ta gjeme luarin për të që thua ti. Marim qafë dhe shoferët edhe udhëtarët. Pastaj pjesa tjetër është... Po, mere fjalin e luar, po. Ja, do vi prapë të tjerë tanë, të kthej një përgjigje për këtë e luari, me që se ju drejtove, po. Unë nuk jam ekspert si zotëria, unë jam administrator i kompanisë, normalisht kemi informacionet e boshme përsa i përket autobusave hybrid, jo elektrik, sepse duhet bërë kjo dasia elektrik apo hybrid. Autobuset janë hybrid, për që do të thotë që autobuset kanë çdo gjë funksionim me sistemin mekanik me motor nafte, thjesht kanë dhe një pajisje shtesë që ne e quajmë gjuhën
inverter dhe generator, i cili për e thënë Shqip, autobusi Korez deri 20 km/h në marshën e parë dhe kurse se jam inxhinier elektrik, sqaroj për publikun se unë në njoh këtë situatë. Thjesht ishte lak. Atëherë, unë jam i detyruar ta sqaroj përderisa ti më që je inxhinier theje që ja është rasti i tretë. Atëherë, unë nuk mund të marr përgjegjësitë e çdo njeriu që mund të flasin, është rasti i tretë që këto autobuza bëjnë përplasje dhe është faja autobusave. Unë as duhet të fajsoj shoferat. Duan kolaudor. As duhet të fajsoj shoferat, absolutisht atëherë, sa për informacion, ne si kompani autobuset i blejmë në Europë. Që do thotë, me që jeni ekspert i kësaj fushë, pa dash fare të kem diçka personale, me që jeni ekspert i kësaj fushë, dije që në Europë çdo mjet motorik që blihet, nuk blihet pa marrë certifikatën e sigurisë të mjetit dhe certifikatin e gjendjes, absolutisht quhet TÜV, dhe gjithë që marrin vesh nga kjo pjesë e kuptojnë shumë mirë në Gjermani dhe në Suedi, kur ne blejmë autobuza, është e pamundur të kesh mik për të marrë këtë certifikat për transportin e këtij mjeti. Vetëm se në ndrime marrë është të ngrejnë për pjetë, domethënë, me që kanë kaq kolauduar, po e lëm të pjesë e kthyem ka autobusat. Objekti ishte aksidenti, fakt. I ke drejtë ta mbrosh kompaninë. Jenë drejtën tate, e ke biznes. Shumë normale, po që nuk e kisha objekt kompaninë. Ja ta gjë pa Konstantinin. Konstantin, si e bëni për zgjedhjen, po themi deri diku dhe a kanë rezultuar të jenë kaq problematik? Domethënë, është faji tani në gjithë histori, të themi atë që është, duket që është faji vajzës që ka kaluar me të kuqe. Kësa nuk do ishim në këtë pikë. Por në të njëjtën kohë, Artani po thotë që nuk është se kanë munguar incidente me autobuzët, po faktikisht janë aksidente. Incidentet nuk kanë munguar. Do ta jap fjalën direkte Luari, ata gjë dhe Konstantinin, po. Me të drejtë incidentet nuk kanë munguar, ndoshta dhe nuk do të mungojnë, sepse në këtë vend që jetojmë me këtë trafik të rënduar apo dhe edhe pakujdesit që kanë qytetarët apo dhe shoferat, patjetër që do ketë dhe edhe incidentet të tilla. Operatori në fjalë ka 2 linja që zotron. Një nga këto linjat është linja numër 3, që ndodhi incidenti i djeshëm, dhe linja numër 16, pra është linja e UNAZ-ës. Fatkeqësisht ndodhi tek ky operator, por nuk ka të bëjë se autobuzat janë të pakoloduara apo të pacertifikuara. Autobuzat janë komplet, e gjithë flota, e gjithë operatorëve nuk mund të certifikohet nga bashkia në rast se nuk plotësojnë kushtet teknike. Pra, kolaudimin që merret nga institucioni i shtetit që është DPSHTR-ja, pa u pajisur me sigurimin e pasagjerëve, pra ajo që duhet ta sigurojë çdo operator pasagjerin që udhëton në këtë linjë, pra në këtë që merr licencën. Pra, të gjitha ato mjetet, e gjitha flota, e gjitha operatorëve nuk del në qarkullim dhe nuk operon në rast se nuk përmbush kushtet teknike minimale dhe të gjithë dokumentacionin përkatës që kërkohet nga qeverisja vendore për të pajisur me certifikat për licencën që disponon çdo operator. Pra, tek kushtet tekniket nuk mund të flasë se ato mjete janë të certifikuara dhe janë komplet konform ligjit dhe gjithë dokumentacionin përkatës që duhet të ketë çdo operator. Është fati i keq që ka ndodhur tek një operator, pra që disponon 2 linja, por incidente të tilla mund t'ju jap një rast që ka ndodhur tek linja e kombinatit në Shkurt, pra një grua tentonte të hypte dera mbrapa dhe ndërkohë ato hekurat që janë tek trotuari është kapur dhe nuk ka mundur që të hypi, por kap në autobusin e pasën dhe shoferi qëndroi në arrest shtëpie për rreth 8 muaj. Pse? Këtë mund ta di vetëm prokurori dhe gjykata, ku zonja në fjalë lëshon dhe një deklaratë notariale e cila thotë që nuk ka qenë faj shoferit, por faj im pasi unë u futa mbrapa. Dhe pavarësisht kësaj, shoferi nuk u lehtë të sua. Shoferi qëndroi në arrest shtëpie dhe për shoferin në fjalë nuk e kuptoi arsyen pse duhet qëndroi ende. Do të pyes pak Luarin, ju do ndërmerrni ndonjë hap si kompani, nuk e di, për ta ndjekur çështjen e shoferit tuaj apo si funksionon? Atëherë me sa informacione kemi marrë se normalisht edhe ne nuk mund të hyjmë në
punde policisë shtetit se janë procedurat e tyre. Me sa informacion kemi marrë, ato do thonë na kanë vënë ndjeni që shoferi momentalisht është në masë arresti dhe po pritet të mbarojë gjithë procedura që ato pra marrin informacionet që kthyrjen e kamerave, kthyrjen e vendngjarjes, çdo informacion që ato kanë dhe që ato ju duhen. Dhe mbas kësaj, nëse ato do e vazhdojnë pjesën e arrestit të shoferit, normalisht ne do interesojmë si kompani sepse nuk është normale. Ne si kompani nuk e mbrojmë shoferin nëse policia shtetit dhe çdo gjë kthyrja kamerave gjithë autobusi ka hyrë me semafor të kuq apo ka ndodhur diçka për fajt shoferit, ajo është përgjegjësia e tij personale. Në rast të kundërt, normalisht ne do të interesohemi për pjesën e shoferit sepse nuk ka pse rrin gjendja arresti shoferi nëse nuk ka pas faj, se me vërtet dhe zotëria eksperti u shpreh që për të shpëtuar një ka rreziku të tjerët, po kupton? Por ajo është një moment është reagim instinktiv, nuk e thash për keq. Jo, jam okej, nuk thash të the për keq, pra jam okej me atë që the ti, që ajo është një reagim në 100 sekondë që ai nuk din cilën pjesë të ndaj më përpara. Nuk ka kohë ta mendoj, është reagim instinktiv. Nuk ka kohë ta mendoj, pikërisht. E gjitha kjo pastaj varet nga kthyrja e kamerave dhe nga çdo gjë, do thonë që do bëj ekspertiza e policisë, e prokurorisë dhe gjitha. Në rast se shoferi ka qenë brenda rregullore, sepse unë kam dorëzuar tek punojësit për kadrës policisë shtetit dhe pjesën e GPS-it të autobusit për të parë në ato minuta dhe sekonda me sa ka qenë shpejtësia mjetit, pra për qenë brenda rregullore është për çdo gjë, tani ne vetëm presim. Dakord. Artan, a do kemi ndonjëherë ne në Shqipëri këmbësor që ndëshkohen për gabime, se në fakt shoferi arrestuar në këtë rast për çfarë se? Në fakt, tash unë nuk jam as gjyqtar as prokuror, po për mua mbajtja e shoferit në gjendje arresti është e tepërt siç e thash që në fillim. Absolutisht, mbase domethënë të afërt e viktimave ndoshta dhe mërziten nga kjo shprehje, por në shumë raste fajtorë janë këmbësorët ose drejtuesit e biçikletave, monopatave që për mendimin tim për fat mirë u larguan nga qarkullimi. Kjo pasaj nuk e përjashton kujdesin edhe të drejtuesve të mjetit, se tek e fundit dhe nëse bëhet një shkelje nga këmbësori, kemi të bëjmë me një jetë njeriu dhe përpjekjet duhet të jenë maksimale siç qenë në rastin konkret. Kështu që unë në praktikat tona kur kemi qenë në punë në raste të tilla nuk kemi vepruar me arrest, kam qenë pjesë e grupeve hetimore. Mund t'ja them dhe shkakun pse procedohet kështu. Shkurt, nëse mundesh. Rastet e aksidenteve rëndohen jashtë mase pasi ka hyrë në lojë siguracioni i jetës. Dhe në këto momente kompanitë e sigurimeve luftojnë ashpër në dy krah. Ku është siguruar le të themi shoferi ose ku është siguruar kandidatja. Pra duhet dalë një fajtori që të merren ato para në rastet kur janë fatale. Këtu s'kemi të bëjmë me rast fatal. Që në këtë kuadër shqyr themi që nuk që fatal. Kjo e ka shpërsuar shumë situatën, futja e interesave ekonomike në mes. Ndoshta duhet jetë një procedurë më e lehtë që palët përfitojnë për të mos qenë drejt dënimeve të kota. Eluar, ju falenderoj shumë të dyve dhe ju përshëndes. Konstantin, sa të sigurt, shkurt e kemi transportin në Tiranë, se po flas për Tiranën me ty. Atëre, në lidhje me operatorët, ata mundohen në përditshmërinë e tyre që të ofrojnë një shërbim sa më të shpejt, komod dhe cilësor ndaj qytetarëve. Por mungesa e infrastrukturës dhe mungesa e xhepave të stacioneve që duhet të jenë të lira për qëndruar autobusi dhe edhe qytetarët të hypin dhe të zbresin pas një lloj risku, le të themi, që mund të kalojnë biçikletat apo motorat. Pra, kemi segmente, kemi stacione autobusash të cilat zihen nga qytetarët, pra ose nga mjetet private, ose nga furnizimi i atyre bizneseve që janë aty afër, pra lejnë furgonin ose mjetet e tyre private, dhe shpesh autobusat në Tiranë për
për shpejtësinë e atyre se s'mund të qëndroj me orë në stacion, ndalojnë në korsinë e dytë edhe aty përbëhet rrezikshmëri, bllokojnë trafikun, rrugën, çdo gjë, po. Po, më kryesorja është rreziku i qytetarit që zbret nga autobusi apo dhe hypën në autobus, pasi mund të kalojë një motor, mund të kalojë një biçikletë ose mund të pengohet qytetari që zbret dhe kemi rastet që janë dëmtuar dhe në trotuar. Duhet kujdes maksimal, jo vetëm i shoferëve, por edhe i këmbësorëve. Në këtë rast kuptohet qartë, megjithse vazhdojnë me biçikletë, po e kam fjalën jo gjithnjë duhet kërkuar fajtorit tek ai që drejton mjetin. Duhet kemi pak kujdes për rolin që kemi gjithë secili në ambientin që jemi në rrugë. Kam mesazhet shumëta gjatë kohës që zhvillojmë bisedën së bashku, kam disa që thonë edhe autobusi ishte me një shpejtësi mbi normën e lejuar, kam të tjerë që fajsojnë vajzën, megjithatë kam përshtypjen nga hetimet që po kryen, siç tregoi dhe Artani, do të dalë edhe më e qartë situata. Shumë faleminderit. Faleminderit ju për ftesën. Edhe për prezencën në studio dhe sqarimin dhe përgjegjësinë që mbani jo vetëm ju, po kompania në fjalë dhe kushdo. Si shoqat dhe si operator jemi drejtuar shpesh dhe policisë rrugore për të dalur dhe për pjesën e dragrave që ata kanë për të matur dhe pjesën e alkoolin të shoferat, pasi operatorët nuk e disponojnë një mjet të tillë, si që të ndihemi dhe ne të sigurt ndaj të tilla raste. Publicitet. E në kuadër të festave të nëntorit, do thoja unë, po edhe gjithçkaje që bën bashkë Kosovën e Shqipërinë, në Deçan është ndërtuar një murale që ka si pikë synim padyshim për cilën e një mesazhi të fortë, por nëse shihni edhe nga pamjet vjetre që nderon Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe të gjithë veteranët të cilët kanë bërë të mundur atë për cilën do të flasim në vijim. Unë jam në studio me realizuesin, artistin, të cilin e falenderoj shumë për kohën. Faleminderit zoti Çakalli që jeni me mua në studio, Bledar Çakalli, dhe kam në një lidhje direkte dhe jam shumë e nderuar faktikisht, edhe Bledari po e komplimentonte shumë gjatë kohës që ne po bëheshim gati për të futur në këtë lidhje direkte. Violeta Dukaj, një veterane e UÇK-s, nismëtare, do thoja unë, për ndërtimin e kësaj muraleje, por edhe gjithçka që ti faktikisht reflekton, prezanton dhe kërkon ta japësh. Faleminderit shumë Violeta për kohën. Faleminderit edhe për ju. Në vijim do të flasim jo vetëm për muralen, por edhe për emrin që ka marrë një rrugë në New York, po për këtë do t'ju tregoj në vijim. Naser Nika është me mua në një lidhje direkte në kuadër të festave të nëntorit. Përshëndetje Naser, për pak do t'jem tek ti sapo të kuptoj domethënien e kësaj murales në Deçan. Violeta, më trego pak ti se pastaj do dal me Bledarin të kuptoj detajet, përgatitjen e tjerë me radhë. Çfarë mesazhi ka për ty kjo murale? Ka 2-3 vite se njihem me Bledarin, edhe Bledari shfaqe interesimin me bodi në Deçan. Mandej Bledari ka ardhur 2-3 herë në Deçan, kemi bashkëbiseduar me komunën, me shoqatën invalidëve të luftës, edhe jam pajtuar të gjithë. Edhe ka dalë shumë e bukur, shumë madhështore, edhe është një punim që gjithë rinia dhe gjithë do të shojnë se tokën tonë ka luftu djemë, ka dirë gjakon, kanë sakrifikuar për luftën që sot e gëzojmë. E Violeta, faktikisht... Moralja ka një kuptim shumë të madh, sepse përfaqëson gjithë ushtarët e UÇK-s, sepse ne ndeçan na shumë heroj të luftës, ma shumë se në 50, mirë po këtu janë ushtarët e UÇK-s, që e takon krejt. Se ka një shkëputje her pas here me zërin Violeta, regjia do kujdeset për këtë, po duhet të bëj një përshkrim për këdo që faktikisht është duke na ndjekur, besoj janë të paktë ata që nuk e njohin Violetën, është gruaja nga Deçani, e cila e pastroi Kosovën dhe Shqipërinë faktikisht nga minat në vitin 1998, teksa ka qenë duke çmontuar një minë, ajo fatkeqësisht ka humbur një rënkëmbë, por kjo nuk e pengoi që 6 muaj pas këtij incidenti dhe aksidenti që i ndryshoi rrënjësisht jetën, të rikthehej dhe njëherë tjetër për të vazhduar punën.
Do të kthehem edhe një herë tjetër tek Violeta për pak, teksa do doja ndihmën tënde Bledar për të më treguar si kanë qenë bisedimet me Violetën për ndërtimin e murales, sa kohë të mori, si e ndërtove, realizove. Në fakt me Violetën dhe me individ si puna e Violetës jam i lidhur shumë. Unë përmend në disa fakte. Vjetë nëntor ka qenë muralja e Vlorës dhe pothuajse bëhet një vit me muraljen e Deçanit. Çdo gjë që shikohet sot në Trojën shqiptare ka qenë një punë vullnetare dhe njerëzit si Violeta kanë qenë mbështetje shumë e madhe për shkak që njihna personalisht dhe e njeh kauzën, e njeh çdo gjë që ka lidhje me çështjen kombëtare dhe kanë qenë një ndihmë shumë e madhe, du ta përmend edhe publikisht që Violeta Dukaj dhe disa individ tjerë kanë qenë mbështetje shumë e madhe për familjen time, për shkak që unë gjatë gjithë kohës kam qenë të rënd për kauzën, për çështje kombëtare dhe dihet që jeta është shumë e vështirë, sidomos kur ke një familje dhe ka qenë mbështetje për familjen time. Sa kohë të mori muralja? Muralja e Deçanit ka qenë diku 4 muaj. 3 muaj. Gjithën vetë realizove? Vetë, po kam pas edhe mbështetje. Ka qenë mbështetje nga gjitha anët, i madh e i vogël, Deçani është ngrit në kam, dhe nuk e kam prit atë lloj reagimi nga populli i Dugagjinit, Deçanin përgjithësi, si nga komuna, nga organizata e veteranëve, nga Orgesta File, Violeta Dukaj, Johnson Simoni, zoti Bashkim Ramos, sekretari i komunës. Po se duhet dhe leje faktikisht për të ndërtuar të tillë. Po, dhe leje ka qenë. Jam shumë krenar për Deçanin. Realisht nuk e kam prit atë lloj frymëre. Ishte siç e imagjinove ti në fillim realizimi përfundimtar? Kështu doje ta realizoje? Në fakt, leja ka qenë për 16 ushtarë. Okej. Sa keti këtu? Këtu janë diku këtë 38. Pse i shtove rrugës? I shtove rrugës për shkak se kjo ka një domethënie shumë prekse është. Gjatë punimeve që kam qenë të rënë gjatë gjithë kohës, ishte pak e dhimbshme kur kaloshin nonat aty dhe thoshin që këtu janë djemtë e mi. Unë shpesh herë them që për mua nuk janë murale, është historia e kombit tonë, historia që duhet harruar e duhet reflektuar. Duhet harruar. Zoti Nika, se duhet ngelen pak në kuadër të festimeve në New York, një rrugë i vendoset emri Isa Boletini. Më trego pak më shumë, kurioze jam. Si ndodhi? Alo, Mirida, ju përshëndes të pranishmit në studio dhe ju falenderoj për aftësinë që na jepni të njoftojmë opinionin për aktivitet që bëjmë. Po, dje kishim ceremoninë, domethënë, emrimin e rrugës Isa Boletinit, dhe pa marrë parasysh se koha ishte shumë e dobët, kishim dhe ishte shi, por ceremonia ishte në nivelin më të lartë që mund të kenë, dhe jam shumë i kënaqur me praninë e njerëzve dhe zyrtarëve të cilët na kanë ardhur nga Vendlindja. Ishte një numër jashtëzakonisht i madh dhe ishte një moment shumë i bukur për ne ishim pjesëtarë të organizimit të këtij eventi. I kujt ishte mendimi, ideja, si u bë realitet emri i kësaj rruge Isa Boletini? Po, siç për Ismail Qemalin edhe për Isa Boletinin, kjo ishte ideja ime, unë personalisht në Senika me shoqatën time Albanian American Association në New York, para 2 vite dhe si që jeni të informuar kemi bërë rrugën Ismail Qemali, por këtë rrugën Isa Boletinit kishim i thje pak më vështirësi, por më në fund arritme dhe tje domethënë figuron në New York dhe emri i rrugës Isa Boletinit, ku është për afër rrugës të Ismail Qemalit. Sa bukur, si u prit nga shqiptarët? Më thuaj pak, pati komente pozitive? Ty thëmë të drejtë, ne jemi ato që të cilët, një që kemi të cilët kemi ardhur nga Shqipëria, Malizi dhe kemi atë xhelozinë e madhe pak, por jam paguar me shoqatën Vatra dhe me disa shoqatë tjera, se Vatra domethënë është shoqata e cila formoi Fanoli, Fajkonica, edhe ato nuk ishin pjesëmarrë, kështu që isha i zgënjur që ajo do të ishte dhe ta kishte fjalën kryesore, por nuk morën pjesë.
E kuptoj. Mirë, se duhet kaloj pak edhe te Violeta, pavarësisht faktit, zotin Nika, që erdhi apo nuk erdhi dikush, mendoj që të quhet një rrugë Isa Boletini në New York, është lajm shumë i mirë dhe unë të falenderoj shumë që e ndan me ne po. Violeta, të pyes pak, po dëgjoja Bledarin në studio që thoshte e nisa me 16, po i çova në një numër shumë më të lartë ushtarët në atë murale. Më thuaj, si të duket ty, kur e pe përfundimin? Është shumë madhështore, edhe jam gëzu shumë, kom pas shumë emocion. Vllavi im ka shku ditën e provurimit të morales të Bledari, jeton në Zvicër. Kjo morale përfaqëson gjithë ushtarë, gjithë dëshmorë, gjithë trimat që kanë luftu për lirin tonë. Edhe ma e mirë është sepse aty thash si komunët Veçanit kemi shumë dëshmorë, kemi ma shumë se 250, kështu nuk ishë mujtë tonë, edhe ma mirë është se nuk kanë emra. Përfaqësojnë gjithë betejat, gjithë luftimet, sakrificat e djemve gjatë luftës, janë pamje shumë bukra. Bledar, si duket? Tash, për mu... Thuaj pak çfarë mesazhesh ke marrë? Për mu nuk është morale, shpesher ndihesh dhe keq kur cek historinë e luftës, ose histori që sot shqiptarët i kanë përjetu, i kanë kalu për fat keq, si që është lufta e Kosovës dhe aty bot fjalë për ushtarët e UÇK-s që kanë marrë pjesë me armatimin e ushtrisë lëmtarët Kosovës, kalimin gjatë kufirit shqiptar, du të theksoj këtë që është kufi shqiptar, për fat keq sot është e kufi akoma, që s'duhet jetë, dhe komplet janë historia dhe ngjarje të vërteta. Padyshim dhe unë prandaj e vlerësova shumë faktin që muralet të tilla jo vetëm përcjellin mesazhin për cilin ti i bën, po mbi të gjitha mbajnë historinë atje, të mos harrohet që brez pas brezi çdo kush të ketë mundësinë ta njohë dhe ta kujtojë. Është kënaqësi edhe nder i veçantë për mua e para që përpiqemi ta japim të mesazh edhe në Top Channel për çdo që na ndjek, por mbi të gjitha edhe që ju e përbët këtë panel sepse jeni njerëz me shumë vlera. Dua të të përshëndes në mënyrë të veçantë Violeta për kohën sot, zotin Nika gjithë të mirat. Bledar, uroj të kesh sa më shumë morale që përcjellin histori dhe vlera. Faleminderit shumë. Kauza vazhdon. Mirë, ne kemi mbritur në fund, pas pak jeni me edicionin informativ në ekranin e Top Channel, bashkë do të shihemi sërish nesër në të njëjtën orë në Shqipëria Live. Kalofshi mirë.